Mirëmbrëma të gjithëve. Dhe sot do të flasim për zgjedhjet e 11 majit, zgjedhjet në të cilën marrin pjesë 9 subjekte elektorale dhe janë krijuar disa koalicione, si dhe një numër i partive të reja, të cilat pritet të sfidojnë ato dy ekzistueset, të përmbysin bipolaritetin PSD. Por do arrin apo jo, dhe mbi të gjitha, a do ketë një rotacion politik, apo Edi Rama do ketë një mandat të katërt, kjo është tema e emisionit të sotëm, për cilin kam një panel me 4 të ftuar në studio dhe një përmes Skype-it. Nga Partia Socialiste është deputeti aktual zoti Arben Plumbi, mirëmbrëma, kënaqësi që kam në studio. Nga Partia Demokratike, që përfaqëson gjithashtu dhe Aleancën Shqipëria Madhështore, zoti Akil Kraja, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Nga Demokratët Euro-Atlantik është zonja Taulanda Jupi, mirëmbrëma zonjë. Ndërkohë nga Lëvizja Bashk është drejtuesi i saj zoti Arlind Qori, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ndërkohë përmes Skype-it është juristi i njohur zoti Kreshnik Spahiu. Kreshnik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit. Kreshnik, a ka risi kjo fushat apo është një deja vu i gjithë fushatave të mëparshme? Patjetër që ka risi dhe mendoj që risia e zgjedhjeve të 11 majit janë partitë e reja politike. Mendoj që pas 35 vjetësh, unë personalisht që kam përjetuar dhjetorin e 90-s, ndjej një lloj atmosfere por në kushte dhe rrethana të tjera të premisave dhe nevojave që ka shoqëria shqiptare njësoj se 35 vjet më parë, për një frym të re, për lëvizje të reja, për figura të reja politike. Sigurisht që është një klim ndoshta që nuk është krijuar për shkak të rrethanave objektive apo thjesht për shkak të një krize ekonomike, por për disa faktorë së bashku. Cilat janë këto faktorë? Ku faktori kryesor është prokuroria speciale, SPAK. Sigurisht që asnjëherë në historinë e Shqipërisë, për më shumë se 3 dekada, shqiptarët u përballën me një realitet të ri, kur me dhjetra figura politike afro 1000 zyrtar janë nën akuzë, janë nën hetim, dhe këtu përfshihen dhe nivele të larta në nivele presidentësh, kryetarësh partish, ministrash, deputetësh. Për herë të parë shqiptarët pan se kush është jeta private dhe çfarë diferencash kanë mes asaj që kishin njohur nëpërmjet medias dhe përtej mediave, dhe mendoj që prokuroria speciale arriti në një farë mënyrë të heqë pak maskën establishmentit politik dhe xhaketave të vjetra të politikës. Mendoj që rrethana më të mira për partitë e reja se këto që janë krijuar sot, vështirë se do të gjenden, përfshirë këtu dhe votën e diasporës. Mos harrojmë që për herë të parë çerek milioni shqiptar janë regjistruar, dhe për herë të parë kemi një pjesë të votuesve të cilët janë jashtë ndikimit politik. Kemi afro 250.000 shqiptarë të cilët janë jashtë influencës së partive politike, jashtë ndikimit të blerjes dhe shitjes së votës, gjë që nëse do ta përkthenim në mandate, 250.000 duke llogaritur 10.000 votues për një mandat deputeti, i bie afro 25 deputet do të prodhoheshin nga 250.000 vota. Po sigurisht këto janë të shpërndara dhe nuk konvertohet kështu automatikisht. Pra do të thoja që kjo është një risi e jashtëzakonshme. Partitë e reja nga njëra anë, vota e diasporës së dyti, dhe sigurisht mendoj që dhe komunikimi me popullin nëpërmjet rrjeteve sociale. Tashmë rrjetet sociale kanë bërë të mundur që çdo kush të jetë i barabartë në garën elektorale. Për shembull, unë kam ndjek me shumë vëmendje zotin Arlind Qori, i cili është bllokuar nga shumë media, po falë rrjeteve sociale, prapë është konkurrent dinjitos në të garë. Po përtej këtyre risive që ju thatë partitë të reja që po garojnë pjesëmarrjen
e 250.000, gati 250.000 emigrantëve si votues, argumentat politik që japin partit tradicionale, ka disdërisi apo kemi thjesht janë zhvendosur vetëm sharjet dhe fyrjet me fyrje dhe sharjet të tjera të përditësuara? Shikon, në tërësitë ne vetëm fola për 5 avantazhe që ka avantazhe dhe le të themi të reja që kanë këto zgjedhje, por mendoj që ka një disavantazh të madh zgjedhjet e 2025-s, pra të 11 majit pas një muaji. Mendoj që për herë të parë shqiptarët votojnë me sistemin më të keq dhe më negativ elektoral. Mendoj që në 35 vite nuk ka pasur një sistem më negativ, më të pabarabartë dhe do të thoja tërësisht jashtë parimeve të barazisë dhe fshehtësisë së votës. Pse e them këtë? Së pari, 30% i listave të mbyllura dhe 70% i listave të hapura bëjnë që populli, le të themi, voton Kreshnikun dhe deputet Deli Liri. Pra, dhe në një farë mënyre ka devijuar përfaqësimin popullor. Populli nuk do të përfaqësohet nga deputetët që voton dhe që zgjedhin, sepse është deformuar e drejta për të zgjedhur. Shqiptarët do të kenë në 70% një parlament të emëruar nga 2 kryetarët e partive. Pra sot dihet shumica e emrave të parlamentit kush do të jenë. Pra, nëse ne do të kishim një sistem drejtësie tërësisht të pavarur, do ta kishte zhbër këtë sistem elektoral. Dhe ky është disavantazhi më i madh që mund të penalizojë dhe ndëshkojë partitë e reja dhe gjithë ata deputet të cilët qoftë në partitë e vjetra, në partitë e mëdha, garojnë dhe do të përpiqen që të jenë parlament, por sistemi i ndëshkon sepse populli mund t'i votojë, por emrat të cilët janë vënë në listë. Të lutem qëndro në linjët e saj të kërkoj fjalën saj ta gjykosh. Zoti Plumbi, juve si deputet do konkuroni për një mandat të dytë apo jo, mos gaboj? Të tretë. Juve jeni si gjithë kolegët tuaj, deputetët aktual, jeni në listë të hapur. Përse ky vendim i Edi Ramës është një përpjekje për të hequr, le të themi, gjithë grupin aktual parlamentar dhe për ta zvendësuar me prurje të reja, me figura të reja, apo kemi donë sa më shumë ndryshon, aq më shumë ngelet e njëjta gjë, sepse po Edi Rama pretendon që të jetë sërish kryeministër. Sigurisht që unë kam disa këndvështrime të ndryshme nga ato që tha Kreshniku, qoftë për situatën, qoftë për mënyrën se si po zhvillohet kjo fushat. Përsa i përket kodit elektoral, edhe këtu bashkë kemi bërë debate edhe herë të tjera, që personalisht besoj që nuk ka një kod elektoral që është i mirë dhe një kod elektoral që është i keq. Të gjitha kodet elektorale kanë avantazhe dhe dizavantazhet e tyre në zbatimin e tyre praktik. Me këtë kod që kemi sot, jemi të detyruar të hynim, sepse kishim një vendim të gjykatës kushtetuese, e cila duheshe implementuar në ndryshimet që duhet i bënim kodit zgjedhor. Dhe sigurisht vim në këtë fazë. Tashti, përsa i përket faktit sepse ne jemi në listë të hapur, sigurisht Partia Socialiste konkuron për mandatin e saj të 4. Të konkurosh mbas 12 vjetësh për të qenë përsëri në pushtet nuk është një gjë e thjeshtë, jo në Shqipëri, por nuk është një gjë e thjeshtë edhe në vendet më të zhvilluara demokratike. Dhe sigurisht që kërkohet kontributi e figurave më të rëndësishme të forcës tonë politike për të realizuar këtë objektiv që është objektivi më madhor që neve kemi. Pra objektivi të gjithëve ne është që Partia Socialiste të mund të marrë mandatin e 4 për të vazhduar rrugën e reformave dhe të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është interesi i parë i përbashkët i të gjithëve. Për te i pasaj interesit të secilit prej nesh, që e bën pjesë të garës. Unë nuk di që në çfarë do lloj gare të futesh, jo vetëm elektorale, por në çfarë do lloj gare nuk ka një barazi absolute. Nuk ekziston barazi absolute. Gjithmonë dikush është më i avantazhuar nga dikush tjetër. Si mund të pritën karrierat? Por nuk është një çudi se askush nuk ka lindur në politikë dhe askush nuk do ta mbylli jetën në politikë vetëm në rast se ndodh diçka e papritur.
fillon. Gjithçka që fillon, një ditë edhe mbaron, pra edhe mund të largohesh nga politika, se nuk është qameti. Bile shumica e shqiptarëve mendojnë që mjaft politikanë ndoshta s'duhet ishin më në politikën aktive shqiptare. Kontributi që ti mund të japësh për vendin tënd dhe për politikën, jo detyrimisht është qenia politikan aktiv, që nuk e shikoj në këtë aspekt. Përsëris edhe njerë që momentin në cilin ndodhet Shqipëria, në këndvështrimin e Partisë Socialiste dhe të leadershipit ton, është që gjithë ne duhet japim kontributin për arritjen e objektivit ton të mandatit të 4, sepse ne besojmë që fitoria e mandatit 4 të Partisë Socialiste, duke konvergjuar me disa interesa përtej Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe ne jemi vendi që kemi një kalendar tashmë të mirë përcaktuar deri në 2027 me Bashkimin Këto Evropian. skandalet e njëpasnjeshme. Për integrim. Arrestim zënës arratisje zënës kryeministrit, arrestimi ministra sekretarit bashkisë. Sepse e kemi diskutuar këtë gjë në mënyrë të pa diskutuar që ndikojnë, por ne si forcë politike kemi qenë përpara dy alternativash që ditën që kemi ardhur në pushtet. Ose duhet vazhdonim dhe të kishim të njëjtin sistem gjyqësori, pra drejtësie, që ka pasur Shqipëria pak më përpara, besimi i popullit ndaj të cilit ishte pothuajse zero, dhe e dim edhe dëmet të mëdha që kanë sjell edhe brenda familjeve me vendimet që janë dhënë, nuk po flas vetëm për politikën, por po flas në përgjithësi për shoqërinë, apo ta transformonim atë. Dhe sigurisht ka qenë Partia Socialiste, e cila u investua në vetë të parë për pasjen e këtij sistemi të pavarur drejtësie. A është ky perfekti? Nuk besoj, sepse ju thashë në fillim, nuk besoj që ka perfeksione, por është një sistem drejtësie, në disa institucione, të cilat kanë vrarë frikën, të cilat po bëjnë hapa të rëndësishme përpara, dhe nëse ne mendojmë që duhet jemi një vend europian, ne nuk duhet jemi thjesht një vend europian pse jemi në Europë. Ne duhet jemi një vend europian duke menduar, duke vepruar dhe duke marrë një drejtësi të barabartë për të gjithë. A e kemi sot të tillë? Akoma nuk e kemi, por besoj që jemi në rrugën e duhur për të pasur drejtësinë që duhet. Pa Partinë Socialiste, asnjëri s'do kishte sot mundësinë që të dinte që në këtë vend ndodhin dhe gjëra të cilat deri dje nuk i dinim. Edhe një gjë të fundit, të lutem, do të kemi parasysh që pavarësisht faktit se çfarë thuhet në media dhe se si thuhet, ajo që është e rëndësishme për të gjithë ne është të tregojmë të kujdesshëm në elementin e prezumimit të pafajësisë derisa dikush të shpallet në formë të prerë nga gjykata fajtore. Okej. Zoti Kraja, në listat tuaja ka ndodhur inversi i asaj të Partisë Socialiste. Në pjesën e listës së sigurt, janë njerëz që kanë aty prej 20 vjetësh, që opinioni publik i njeh si njerëzit më besnik politik të Berishës. Ndërkohë që të rinjt do duhet të sfidojnë veten në listë të hapur, ku jeni edhe ju. Duket kështu, të them. Ka shumë vetë që thonë që kjo është një listë mbrojtëse. Jo, nuk më duket kështu, dhe për pjesën e besnikërisë, domethënë, shiko, unë do thoja ajo që mbase është elementi kryesor në këtë që ta bëjmë edhe pyetjen në drejtim të me çfarë thave para folsi, a është opozita e besueshme njëherë? Dhe besoj që mbas 12 vitesh, jo vetëm që pushteti konsumon, por dhe ti gryen nga ajo që është kapitali social, çfarë është e vërtetë, çfarë është propagandë, çfarë është diktaturë, çfarë është ekonomi e lirë. Dhe kur ne kemi thënë, shiko se sterilizimi ka qenë korruptiv, check-upi ka qenë me probleme, incineratori nuk ekziston, 5D-t e Erion Velis ishin hajdut. Kur ne themi që Erion Velia i vetë ka pas problematika më ndryshme dhe tjerë, rezultuan njëra mbas tjetrës të gjitha të vërteta. Që do thotë, nëse ne kemi patur të vërtetën në krah, krahu tjetër ka pas gënjeshtër të në krah. Nëse ne kemi mbrojtur interesin publik, krahu tjetër ka patur interesin e xhepit në mbrojtje. Nëse ne kemi qenë në opozitë, por kundra një aleance e cila sigurisht ju e dini shumë mirë, ishte pjesë e një agende detyrimisht tani më të ditur woke, pas kemi qenë me atë që sot na bën më të fortë, që është e vërteta dhe përpasoj në këtë fushat që sapo po fillon, që është e ditë, është zyrtarisht, qytetarët do të kuptojnë kur thot një demokrat dhe një përfaqësues i rilindjes, nuk them socialist, i rilindjes, ata që futën kremidel vrasës në parlamentin në përbashkitë e vendit, që ne do të bëjmë 1 2 3 4 5, dhe një opozitar thot 1 2 3 4 5, por e të vënë në peshore këto gjëra. Kush e bllokoi integrimin me mandatet e këshilltarëve bashkiak të Fierit në 2013-ën? Kush e bllokoi në 2013-ën, me që ishte integrimi kaq i rëndësishëm dhe kush kërkon sot të jep hyrësi shqiptarëve duke thënë integrimi është i rëndësishëm? Kush i hoqi vizat?
kush e futi Shqipërinë në NATO dhe kush thoshte, hey, NATO nuk është NATO, është NATO. Kush thoshte, kujdes, po futet kriminal në përbashkie, vrasës të për parlament, gjithë komuniteti e mira publike, hapësira e dialogut të degradoj. Dhe ne dim sot shumë mirë që në debatin publik, opinion publik, ka një degradim komunikimit publik për shkak të dhunës që sjell gjithë ky mjedis. Ndaj, zoti Paparamo, pyetje suaj unë i përgjigj me shumë sinqeritet. Mu nuk po duket që Gazbardi ka qenë besnik i Sali Berishës. Përkundrazi, ka patur qëndrime shumë të forta kundra Sali Berishës. Por ja që pluralizmi politik nuk kupton që dhe në diversitet ne duhet ta respektojmë njëri tjetrin. Në momentin kur bien dakord për disa parime të madhore djatha, shteti i vogël, një taks e ulët, një klim pro biznes, jo pro investitorëve strategjik / kriminal. E pra, unë dhe për miqtë e mi socialistë, ne kemi qenë disa panele, pluralizmi do të thotë që ne duhet të respektojmë dhe miqtë socialistë, por dhe socialistë duhet të respektojmë miqtë demokratë. Dhe ne kemi qenë në vitet e fundit në një realitet kur Partia Socialiste / më mirë lindistët kërkonin shfarosjen e opozitës. Pse? Pse ne thoshim të vërtetat. Ndaj pyetje suaj, por i kthem edhe një herë. Nuk është thelbi kush apo ai ajo, ne ata ato. Jo, po flasim për politik. Kauzat tona a janë të vërteta. Individët që i kanë përcjellur këto kauza a ishin të vërtetë. Dhe unë besoj që në këto 12 vite mua nuk më rezulton që një nga kauzat tona të ketë dalur skarco, gënjeshtër, abuzive. Dhe po e mbyll me fjalën e fundit, prezumim pafajësisë. Po, keni super të drejtë. Dhe për socialistin më të fundit ne do të kërkojmë prezumimi pafajësisë respektohet. Pse nuk respektuar për Sali Berishën? Pse nuk respektuar për Ervin Saljanin etj etj. E pra, kjo është antipluralizmi, kjo është antidemokratikja, kjo është antigara. Zonja Jupi, juve jeni do një pjesë e një subjekti elektoral që është prodhuar nga një lloj skizme brenda të djathtës, brenda nga Partia Demokratike. Është dhe një tjetër, që janë ata djathtas 1912. Cila është përgjigjja juaj për atyre që thonë domun që jeni duke bërë lojën e Ramës, duke ndarë, duke fragmentuar votat e të djathtës, duke hequr një numër mandatesh të opozitës? Cila është përgjigjja juaj? Është thjesht. Në fakt ne nuk jemi duke bërë këtë. Ne po bëjmë krejtësisht një gjë tjetër. Pas 34 vitesh, zoti Paparamo, Shqipëria ndodhet në një udhkryq të madh. A do të kemi rotacion për hir të rotacionit, apo të kemi një ndryshim thelbësor kundër një politike 34 vjeçare dhe përfaqësuesve të saj, të cilët kërkojnë ta mbajnë në ngërç dhe të mbyllur dhe të palëvizur skenën politike në Shqipëri. Unë besoj që ka ardhur momenti që zgjedhjet e 11 maj duhet krijojnë një konfigurim të ri në skenën politike shqiptare. Nuk mund të vazhdohet më me dy individ në njërin krah Rama dhe në krahun tjetër Berisha, të cilët natën bëjnë marrëveshje dhe ditën bëjnë sikur zihen në kuvendin e Shqipërisë. I dëgjova me shumë vëmendje të dy zotrinj në fakt dhe i kundërshtoj pikërisht në pikën më të rëndësishme që ka të bëjë me këto zgjedhje. Kodi elektoral. Mos harrojmë që të dy, qoftë Rama, qoftë Berisha dhe përfaqësuesit e tyre kanë bashkuar votat jo për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese, po për të bërë sikur e respektuan vendimin e gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese thoshte të rishikohet hersi. Në fakt, ta mbyllën listat në 30% dhe hoqën çdo lloj mundësie për çdo individ që garonte në listat e hapura që kishte mundësi të thyente hersin. Dhe më lejoni t'ju them që në këtë panel unë jam me vetmja përfaqësuese një force politike që e ka, le të themi, nuk i është nënshtruar këtij sistemi, po kemi djegur listën e hapur dhe jemi listën e mbyllur dhe jemi të gjithë garues në listat hapura, sepse ne mendojmë që ky kod elektoral me cilën po futemi në këtë zgjedhje është një kod elektoral i cili i heq të drejtën qytetarit për ta zgjedhur ai me votën e tij të lirë përfaqësuesin që dëshiron të çojë në kuvendin e Shqipërisë. Kështu që pas 34 vitesh unë mendoj që ka ardhur një moment i thellë reflektimi ku qytetarët duhet kuptojnë që vota e tyre duhet shkojë për ata individ që përfaqësojnë interesin e qytetarëve, jo ata individ apo ata të zgjedhur që vendosen në listat e mbyllura të kryetarëve. Kemi dy platforma të cilat u përdorën si një makjazh, qoftë platforma deputeti që duam ose qoftë primare, të cilat janë të dyja një makjazh i vendimeve, po themi personale, qoftë Edi Ramës, qoftë Sali Berishës. Dhe kjo është jo vetëm një
dukuri për të ardhur keq, pas 34 vite shqiptarët mbeten të futur në kurthin mes Ramës dhe Berishës, ku pa dyshim pasqyrat e tregojnë shumë mirë se cili është njëri dhe cili është tjetri, por ajo që duhet të theksojmë sot është që qytetarët duhet të kenë mundësi dhe alternativë zgjedhje. Do kisha dashur shumë që, dhe në fakt unë i kam bërë dhe përpjekjet maksimale që gjithë flukset e tjera opozitare të kishin një mundësi përfaqësimi në një listë sa më të gjerë. Kjo do të kishte qenë gjëja ideale. Pra, të kishim një mundësi... Problemi ishte kush do ishte kryetari. Me sa di unë jo, zoti Babarama. Dërsa me sa di unë, do unë, zoti Basha këm gulte që ai duhet ishte... Për këtë ta them me siguri të plot. Futja në një listë sa më të gjerë do të jepte flukseve opozitare një energji votës që i shkonte tyre dhe nuk do të bënte humbje votash në qarqe të ndryshme. Nuk ka qenë ajo, unë kam qenë vetë pjesë e këtyre bisedimeve, direkte apo indirekte, me pjesë të grupimit djathtas, unë kam patur komunikim të gjatë edhe me individ të tjerë nga Lëvizja Bashk dhe më erdhi keq që nuk u arrit në një listë përfaqësuese sa më të gjerë për ta vënë eficient çdo votë opozitare. Padyshim në këto kushte ne kishim vetëm një rrugëzidhje, të futeshim në zgjedhje, në këtë formulë, duke respektuar atë vendim për cilin ne kishim 2-3 vite që përpiqeshim, listat e hapura. Kështu që do të kisha preferuar që sa më shumë forca opozitare ta kishin bërë këtë, për fat të keq edhe forcat e reja opozitare ju nënshtruan këtij sistemi. Nuk gjetën guximin të dilnin në listat hapura dhe të dignin. Tani ky është fakti kryer, kjo është fakti kryer. Po, është i fakti kryer, po që vlen të analizojmë arsyet pse i çojnë partitë e reja në këto zgjedhje. Okej. Zoti Qori, në dijenin time në pothuajse 30 vjet të fundit ka pasur tendencën që partitë të ndryshme, ndoshta edhe koalicionet të ndryshme, të thyejnë këtë bipolarizmin PSPD. Dhe me përjashtim të një rasti të LSI-s që arriti të faktorizohet, le të themi jo pak për gati 10 vjet, gjithë përpjekjet e tjera kanë dështuar. Juve si lëvizje, përse besoni se nuk do keni fatin e lëvizjeve të tjera, për shembull të Ben Blushit, Astrid Patozit, shumë emra tani që s'pom kujtojnë, të zotit Spahiu që kemi në lidhje. Do të jap 2 argumente. E para krahasuar me çdo zgjedhje tjera kur ka pas alternativa të reja, Shqipëria ka ndryshuar. Mentaliteti i shoqërisë shqiptare ka përparuar mjaft, madje mund të them me siguri që sot shoqëria shqiptare gjendet shumë hapa përpara elitës saj politike, e akoma dhe më përpara partive të vjetra politike. Pra, sot nevoja për ndryshim dhe vetdia që nëpërmjet votës mund të thyet sistemi i vjetër partijak është shumë më i lartë se sa 4, 8, 12 apo 16 vjet më parë. E dyta, për herë të parë në zgjedhje, sot kemi një alternativë që quhet Lëvizja Bashk dhe që është mishërimi i ndershmërisë dhe guximit pa diskutueshëm politik, i qëndrimeve të qarta denoncuese kritike ndaj oligarkisë ekonomike dhe kapjes së shtetit, dhe po ashtu një parti e cila ka ide novatore, ide të cilat po të aplikohen do të mund të mishërojnë atë që ne i quajmë transformimi i madh i ekonomisë dhe i strukturës sociale dhe politike në Shqipëri, ide që lidhen me shtetin zhvillimor, shtetin social, shtetin e së drejtës dhe pjesëmarrjen demokratike. Po gjithsesi më lejoni ta zgjeroj pak diskutimin tim, për të hyrë edhe në bisedë me bashkëbiseduesit. Në zgjedhjen 11 maj do të ketë 11 subjekte elektorale, parti ose koalicione. 11, ndjes se tash në 11. Në qoftë se secila prej këtyre partive ose koalicioneve do të zgjedhë vetëm një deputet në zgjedhje, ai deputet ka për të qenë kryetari i asaj partie apo koalicioni. Në të gjitha rastet, me lista të mbyllura ose të hapura, kjo nuk ka rëndësi. Në qoftë se nga këto 11 parti, nga këto 10 përveç Lëvizjes Bashkë për ta thënë tamam, do të zgjidhet vetëm një deputet, ai deputet në të gjitha rastet ka për të qenë kryetari i asaj partie. Në rastin e Lëvizjes Bashkë është ndryshe. Është normale sepse jeta politike bëhet parlament. Një sekond. Në qoftë se Lëvizja Bashkë do të zgjedhë vetëm një deputet, unë mendoj që Lëvizja Bashkë do të zgjedhë shumë deputet. Por e zëm se Lëvizja Bashkë do të zgjedhë vetëm një deputet, ai deputet nuk ka për të qenë kryetari i partisë. Nuk kam për të qenë unë. Ka për të qenë aktivisti dhe pedagogu Redi Muçi, sepse unë pa ta vendosur 2 vjet më parë, fill pas zgjedhjeve lokale ku isha kandidat për kryetar Bashkia e Tiranës, që nuk do të jem i pari në listën e kandidatëve të Lëvizjes Bashkë
në asnjë qark për të dhënë një shembull emancipimi politik. Për të dhënë një shembull sipas cilës kryetari është në shërbim të partisë të lëvizjes të frymës të ideve të saj, dhe jo partia, fryma, lëvizje dhe antarët në shërbim të kryetarit, siç ndodh rëndom në politikën e sotme shqiptare, dhe siç ka ndodhur në rëndom me thënë drejtë në krejt. Po pse ç'të keq e ka don, sepse kryetari është lider, është ai që prin, dhe mos është pak një reminiscencë e kaluarës që duhet jetë i pari në sakrifica, i fundit në pretendime? Një minutë tani, se për mendimin tim, kryetari në përgjithësi duhet jetë shembulli i marrjes së përgjegjësive, jo i përfitimeve. Duhet jetë një farë kuptimi ai që në ciklizëm quhet gregari, që do thot ai që vrapon më shumë se tjerët, ai që nëpërmjet shembullit, guximit e kështu me radhë i bën të gjithë të tjerët të vrapojnë si ai, madje te i kalojnë ata. Për ne në lëvizjen bashk, subjekti, idetë, idealet, programi, fryma janë shumë më të rëndësishme se çdo kush, se çdo individ brenda nesh, e sigurisht më të rëndësishme edhe se kryetari i partisë, që sot jam unë, me siguri më vonë ka për të qenë dikush tjetër. Lëvizja Bashkë, siç u thash, është një parti e pazakont, është një parti atipike në realitetin politik shqiptar, dhe për ta lidhur me pyetjen tuaj, edhe për shkak se Lëvizja Bashkë ekziston sot dhe do të marrë pjesë në zgjedhje, unë besoj që sistemi i vjetër politik do të thyet. Besoj se do kemi rast gjatë vazhdimit bisedës të flasim për mundësitë edhe çfarë do ndodh në 11 maj edhe pas 11 majit, por besoj që artikulimi i deri tanishëm vë në dukje veçoritë e subjektit që unë përfaqësoj. Okej. Dy janë elementet që po thoni ju gjatë fushatës, me një shikim të shpejt, me një fotografim polaroid në distancë. Një sulmi që i bëni Berishës, thoni bufi, donë ato dhe një lloj, le ta quajmë tallavaje politike, siç që gjatë zgjedhjeve më pashme, jo kusia, jo timoni, dhe ndërkohë elementi i dytë është pashaporta evropiane. Përse ju thoni se vetëm ju mundet ta na bëni shtetas të Bashkimit Evropian? Jo, para më lejo të jap një përgjigje shumë të shkurtër për argumentet që ngritën kolegët. Mundi ndërhyjni njëri tjetrit sa doni, parashtrimin e bët. Në fund fare, pavarësisht se cilit argument është vota ajo që përcakton se cili është më i besueshëm. Deri më sot kjo votë ka përcaktuar që është Partia Socialiste më e besueshme. Nuk duhet të hyj në debat me kolegun, po për te faktit se cilët persona janë në listë vazhdojnë akoma të drejtohen prej 30 e ca vjetësh nga i njëjti personazh, në cilin më vjen keq, kjo Shqipëri ka histori jashtëzakonisht të shëmtuara. Kështu që thënë këtë, kur bëjmë fjalë për ndryshime elitash, për ndryshime emrash, për ndryshime vizionesh, sigurisht nuk kemi parasysh faktin a kemi një program që rreshtohet në qendër majtas, apo në qendër djathtas, apo djathtas ekstrem, apo majtas ekstrem vetëm. Janë edhe njerëzit të cilët e zbatojnë këtë lloj programi. Prandaj pikërisht këtu unë shikoj një problematik në lidhje me faktin e disa të vërtetave që kanë thënë, po që s'janë besuar nga askush deri më sot. Sepse po të ishin në brëndësinë e mentalitetit të forcës opozitare më të madhe në vend, e cila sigurisht ka ndar pushtet dhe ka drejtuar këtë vend në alternativë me ne. Dhe sigurisht kemi çfarë debatoj me njëri tjetrin për këtë, eksperiencat e tyre dhe eksperiencat tona. Sa i përket kësaj gjëje, jemi të kujdesshëm kur artikulojmë, sepse ne e dimë se çdo të thotë ti je në pushtet, ndoshta në ndryshim nga kolegët e tjerë, të cilët nuk e kanë prekur pushtetin dhe nuk e dinë se ç'do të thotë kur vjen në pushtet dhe çfarë detyrimesh apo konturimesh ke, që shumë gjëra ndoshta nuk i realizon dot nga ato që ti ke dëshirë të bësh. Kështu që thënë të gjithë këtë, dalim tek ajo që juve thatë pse neve jemi duke thënë këto dy gjëra. E para, ne nuk besojmë që jemi të vetmit që mundemi do të çojmë Shqipërinë në dyert e Bashkimit Evropian. Por, në këtë moment në cilin ndodhemi, Partia Socialiste është e vetmja forcë që ndodhet në kohën e dur, në momentin e dur për të bërë detyrat për të vajtur në Bashkimin Evropian, sepse më lëni të bëj një parashtrim fare të vogël. Po mund ta vazhdoni. Don sepse të gjitha proceset integruese kanë ndodhur, kanë rastisur
në kohën kur ka qeverisur Partia Demokratike. Kemi qenë të fundit. Ja një sekond. Kemi qenë të fundit në vitin 1995, vendi fundit ish komunist që jemi antarësuar në Këshillin e Evropës. Finalizimi disa Të proceseve. fundit që hapëm bëm marrëveshjen e stabilizim asocimit. Të fundit që liberalizuan vizat. Të fundit që hym në NATO. As meritat dhe as... Por të gjitha këto kanë përkuar në kohën kur drejtonin këta zotrin. Koincidencë. Një sekundë. Për te i kësaj që flasim. Më pyetem se pse neve sot jemi duke artikuluar këtë lloj teza. Dhe po thoshim që kemi një agjendë shumë të gjeshur deri në 2027 me Bashkimin Evropian, e cila nuk kam kohë për asnjë moment humbjeje kohe. Dhe ne nuk e dim se cilat do të jenë zhvillimet brenda Bashkimit Evropian. Pra sot kemi një mundësi reale për të qenë në 2027 antar Bashkimit Evropian, pra të marrim okejen nga Këshilli i Evropës për të qenë ata, për të mbyllur negociatat. Dhe në rast se gjykojmë ne, në rast se do të humbasim disa muaj që në mënyrë krejtësisht natyrale humben për shkak të ndryshimit të administratës, nuk mbrihet 2027. Këtë kemi thënë dhe as nuk kemi gënjur dhe as nuk kemi bërë asnjë gjë tjetër. Të gjithë ata që kanë qenë në pushtet dhe besoj edhe kolegët e Partisë Demokratike e kuptojnë këtë gjë, që në rast se do të humbasim kohë, qoftë edhe 6 muaj për të kuptuar se çfarë ndodh me administratën apo për të ndryshuar elitat në 2027 nuk mbrihet dot. Kjo është e para. Dhe në rast se nuk mbrihet 2027, mundet që të ndryshojë e gjithë situata brenda Bashkimit Evropian dhe të mos jetë më kjo mundësi që ne të bëhemi antarë. Dhe Shqipëria, ju e përmendët me të drejtë, në shumicën e momenteve historike të vetët ka qenë e fundit. Pse? Për hir disa zhvillimeve të brendshme, diku nga papjekuria, diku nga etja për të qenë në pushtet, diku nga kjo, diku nga ajo. Neve kemi qenë gjithmonë të fundit në histori e zhvillimeve sidomos në në Europë. fundit, se vetë hapja negociatave zoti Plumbi zgjati plot 11 vite. Shiko, zgjati 11 vite, po kemi 3 shtete këtu në Europë, të cilat i kanë hapur negociatat shumë përpara nesh, edhe kanë ngelur aty dhe nuk kanë ecur, me përjashto Malin e Zi që është pak përpara nesh, që ne arrim, është fakti sepse shumë procese nuk varen thjesht nga Shqipëria, varen nga Bashkimi Evropian. Ju e dini shumë mirë që ne kemi marrë 3 herë okejin për çeljen e negociatave, e megjithatë nuk na i kanë çelur sepse vendet caktuara kanë qenë ndryshe, kanë qenë me mendim ndryshe, kanë qenë kundër kësaj Shqipërie për hir të interesave të tyre të brendshme. Ajo ëndër europiane do realizohet sepse ky popull është i pjekur, e di shumë mirë se si voton, nuk ka gabuar asnjëherë në votën e vet, nuk ka gabuar asnjëherë në votën e vet. Populli shqiptar nuk ka gabuar asnjëherë në votën e vet. Populli ndoshta nuk ka gabuar. Dhe për sa kohë, ne e dim shumë mirë ka votuar ata që ka votuar, do të thotë që kanë qenë ata që kanë merituar ta drejtojnë rezultatin e zgjedhjeve përpara se të Ne shkojnë kemi pasur alternativa ndryshimesh, më vjen keq që udhëheqësi juaj ka humbur të 9 betejat me ne, s'kemi çfarë i bëjmë, nuk e ndryshojmë dot këtë realitet. Kaseteve që ka shteti në dorë. Dhe ju e dini Këtë realitet nuk e ndryshojmë dot. Po e diskutojmë edhe humbjet edhe fitore. Të s'kemi si e bëjmë. Edhe pse për hir të vërtetës, rezultati që mbritët me zotin Basha në 2021 sipas nesh është rezultati më i mirë që keni arritur ndonjëherë në historinë e Partisë Demokratike. Shqiptarëve sot një pasaportë europiane, ato që nuk e bëri dot në 11 vjet, pretendon që ta bëjnë në 2 vite. Sepse kemi Bashkimin Evropian në krah, po. Pa ata nuk e bënin dot, patjetër. Patjetër që se bënin dot. Po mos e dalin flasin vetë se njerëzit i kanë dëgjuar. Njerëzit i kanë dëgjuar, e kupton, nuk është se ngelet ta themi. Le të qëndrojmë që po merr një drejtim biseda. Shqipëria madhështore, që ta kanalizojmë. Zoti Pullumbi don i dha jehon asaj që sulmit që ju bëhet juve që qënia e zotit Berisha është një handikap për opozitën. Për Europën e nuk e tha. Nuk e tha këtë. Nuk ja lejoj vetes të komentoj unë në sjellje të kundërshtar. Ju thatë me këtë leadership që ka apo jo? Është nuk thash handikap. Shqipëria madhështore ka për handikap politik, jo. Fare as handikap politik. Shqipëria madhështore ka për të kundër Shqipërinë e vogël. Dhe me që po flasim për Europën dhe pse përsëri ne jemi të vërtet Partia Socialiste gënjen.
marrim rastet. Shqipëria vogël do thotë kemi pensionet më t'ulta në Ballkan, e përpasojnë në Europë. Kemi pensionet më t'ulta në Ballkan, e përpasojnë në Europë. Kemi nivelin më të ullët të thithjes së Western Balkans Investment Framework, të projekteve infrastrukturore financuar nga Europa, në Ballkan, e përpasojnë në Europë. Pra, Shqipëria vogël është kjo që është sot. Shqipëria madhështore është kjo alternativa tjetër. Vazhdojmë momenti i dytë. Kemi Shqipërinë e vogël, më pak shqiptar, 1 milion shqiptar që kanë marrë leqëndrimi primo arrivon që quhet, pra për herë të parë leqëndrimi në Europë në 10 vitet. Shqipëria madhështore është Shqipëria tjetër. Do ta shpjegoj për një sekond. Shqipëria vogël, pra për Europën, investime europiane Marina Bay Durrës, në vend që të bënte sipas paktit të asocim stabilizimit me Europën, që të bëhej një tender me kompani europiane, u va në mënyrë tenderim 30% një kompanie andej nga lindja mesme, në mënyrë krejt të spekulative. Përse do, sepse këto investimet e gjirit, është mbushur Parisi me investime nga Katari, nga Arabia Saudite. Dhe për investitorën strategjik, janë në mos gaboj kanë arrit diku te 60 e ca investitor strategjik aktualisht, 3 a 4 janë të huaj, 2 janë me background rus, të gjithë të tjerët janë individ shqiptar për të mos thënë me të shkuar kriminale. Pra, përsëris, këta që në 10 vite, 12 vite pushtet, kanë promovuar Shqipërinë më të vogël në Ballkan e përpasoj më të vogël në Europë, thoi tani në 2030 do t'ju fusim në Europë. Mashtrim. Çfarë është e vërteta? Pse? Nuk ju mjaftuan shifrat që ju dhash? Kë mohoni ju? Shiftën që investitorë strategjik 4 janë... Po dikur do hymë ne? Më falni, cilat nga faktet ku do shtoni, se publiku po na ndjek, mos dilni ju keq. Mirë ne që bëjmë politikë. Cilat nga faktet ku dikur do hymë. Që Marina Bay nuk është hapur me një projekt europian, na ndjek publiku, që nuk është bërë me tender europian, po është me një procedurë të përdrajtë me një vendet investime, cilat nuk janë vërtet nga faktet që përmendaj. Ajo që ju thash dorin që dikur do hymë, ju thatë nuk hymë. E përpasojnë në Europë, edhe njerë, inderuar, unë po e fjova qysh në fjojmë, kontrastimi, gënjen e vërteta. Qose ne themi Shqipëria madhështore, do thotë që pala tjetër Shqipëria vogël. Dhe ju shpjegova, pensioni më i vogël, investimet e huaja më të vogla në Europë, përthithja më e vogël e fondeve në infrastrukturë, numri më i lartë e përpasoj Shqipëria më e vogël numerikisht, 2.ca milion, nuk e dim akoma sa jemi. E përpasoj, kur themi Shqipëria madhështore, po, absolutisht, siç votuam reformën drejtësi bashkarisht, gabim e shohim pasojat, ne do t'ju shtrojmë dorën, socialistëve dhe çdo partie tjetër që do të arrit futet parlament, bashkarisht bëjmë një pak kombëtar për integrimin. Europa është e padiskutueshme. Europa është ambicie shekullore e shqiptarëve. Domethënë, kaq keq kanë mbetur, sa që nuk kanë asnjë element tjetër për të thënë, ore shiko, ne mund të jemi, domethënë, kaq shumë kanë gënjur, sa që ju duhet një vërtet absolute e pa kundërshtueshme për të thënë hej se ne mund të jemi alternativë, që është integrimi evropian. Po pse më gjej një demokrat që thotë që ne do luftojmë që integrohet Shqipëria 2030? Një. Ndërkohë që unë shifrat, faktet që sapo dhash thonë. Po këta thonë e bëjnë vetëm këta, jo juve. Po çka kanë bërë? Më kuptoj këta për Shqipërinë e vogël. A kupton, kanë 1 milion shqiptar, kanë investimet europiane. Atëherë kemi bërë Shqipërinë e vogël me GDP 9 miliard e lat ju dhe kemi çuar 25 miliard. Edhe një herë, 2 herë gjysmë më shumë. Se është më mirë në Gjermani se në Shqipëri. Pse, ore edhe një herë, pse kemi bërë 40 spitale të reja. Edhe një herë, nëse rrit apo rekonstruksione, spitale, pse nuk e dim se si ishte, pse nuk e dim se ishin spitalet në kohën tuaj. Po nuk e dim se çfarë, po nuk e dim çfarë niveli pensionesh. Po skema juaj e pensioneve ka lënë sot pensionistët datë. A e mbani mend apo jo? A e mbani mend çfarë bëhet me pensionet? Ai ligji i famshëm që bëhet për pensionet. Po të kishte qenë, po të kishit bërë ju. Ka rënë dakord tash bëjnë reformën në drejtësi. Po të jetë se ju do kishit bërë detyrën tuaj, kur keni qenë në udhëheqje të këtij vendi, dhe do kishit vënë gurin e dur, mbi të cilin ne të mund të vazhdonim ndërtimin e Shqipërisë së re, pa diskutim ju do kishit të drejtë. Po ju vut gurin e gabuar. Në shumicën e drejtimeve që ju keni vënë gurin e gabuar. Qoftë në çështjen e pensioneve, qoftë në çështjen e borxhit të fshehur që lat ndaj kompanive, dhe dini shumë mirë që në 2013 Shqipëria ishte në buzë të kolapsit financiar. S'kishte të paguante as pagat. Fal qeverisë suaj të mençur të Shqipërisë madhështore. Sepse bën madhështore Shqipërinë nuk kur ishit, po do të besojmë tash që do bëni ju Shqipërinë madhështore. Dhe një gjë të mbarojnë ta shkëmbimet edhe kemi kohë me madhështori që ju drejton. Zoti Qori, mosu shqetëso, kemi gjithë kohë. Do flisni. Publiku e di shumë mirë se sa i kemi rritur pagat, publiku
publiku e di shumë mirë se sa i kemi rritur pagat e mjekëve, infermierëve, mësuesve, ushtarakëve, policëve, e di shumë mirë se gjithë këto janë faktet që ndodhin. E di shumë mirë se sa është rritur ekonomia e këtij vendi, e di shkëlqyeshëm ky publik. Prandaj them unë që ky popull nuk ka gabuar kurrë në votën e vet. Zoti Paparamo, mendoj që kjo meriton të veçanta. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste thotë që jetohet më mirë në Shqipëri se në Gjermani. Këtë thatë apo jo? Jo, thash Gjermania jetohet më mirë, prandaj kanë ikur njerëzit. Pra jetë Ate më keq keni Shqipëri. thënë ju që jemi Po para pra, do të thotë që jetojmë më keq Shqipëri. Se të doli nga reminiscenca e kaluar. Jo, as pak për futrezi. Që ne jemi më mirë se Gjermania, keni thënë ju. Jo, kryeministri thotë që kafja më e mirë është në Tiranë se sa në Berlin. Tash unë besoj që publiku e ka arritur një emancipim i kuptim relativisht Këtë besoj dhe unë. Këtë besoj dhe unë, po. Dhe unë besoj që në këtë palëzgjedhje shqiptarët kanë kuptuar që kur arrin Edi Rama korrupton me Gonigalin në Amerikë, që është i dënuar nga gjykata amerikane. Kur kemi një general italian, një antidrogos, që del para gazetarëve trajtreshi që e pranon, unë u korruptova, pak a shumë pose dija që ishte kriminalitet e tjerë, këta e din shumë mirë. Kur ai bën me këta, po me vendalincë, nuk i korrupton gjyqtarët e votës e tjerë. Ka që e kuptojnë Unë di që të publiku. tërë liderët e Europës kanë ardhur më shumë se sa një herë në Shqipëri, kur juve bënit fotografi vetëm për të vajtur e ftuar atje. Kanë ardhur këtu. Dhe ishtim vizat. Unë di tjetër që Shqipëria sot është një nga vendet normale në Europë për të cilës të vjen turp të thuash që jam shqiptar. Nuk të vjen turp të kesh atë pasaportë. Që ai policia atje kur të ndalon, ai policia atje kur të ndalon. Vizat me që po flasim për pasaportën. Në mos ka qenë, thot programoj dhe unë do vi me pushime në Shqipëri. Vizat. Ore, më the që njerëzit dëgjojnë. Patjetër. Po pra, tash po ju the njerëzve që Shqipëria sot është më keq se çka ka qenë. Nëse Shqipëria sot e ka kokën më poshtë ka çaj kishte dje kur ishit juve, në rregull le të lalem njerëzit na gjykojnë. Shqipëria sot është shumë më krenare për këtë që është. Në ekologjik se sa i Në të gjitha tavolinat ndërkombëtare si e barabartë. Ka bërë histori në arenën ndërkombëtare duke mbritur deri në Këshillin e Sigurimit. Më e larta në Europë shkon për ushqim. Okej, zoti Qori, të lutem pak më aktiv se kështu siç e keni marrë kështu nuk thyeni dot bipolaritetin e të mëdhenjve. Është krijuar miti që nëse bërtet shumë, nëse flet pa radhë, nëse flasin 5 veta në të njëjtën kohë, njerëzit do dëgjojnë dhe duan. Po unë kam kuptuar që njerëzit kërkojnë argumente. Jepin argumente. Asaj që thua ti, se mund të filloj dhe unë tani të bëjmë pjesë të ulërasim gjithë. Jo, s'ka njeri që të ulërasim. Dhe zotrin nuk ulëritën. Debatuan. Unë e ngre zërin dhe madje flas dhe pa mikrofonë për takime dhe protesta televizjes bashkë, se kam dhe zë boll. Po ndryshon protesta nga një debat në studio. Debati në studio duhet të jetë i mbështetur me argumenta dhe njerëzit kuptojnë pse duhet zgjedhin fundi, ama se ka 11 subjekte aty. Edhe njeriu ka një vot. Kështu që duhet mendohet gjatë edhe mirë se për këtë votoj. Tani këtu thanë shumë gjëra, po mua më bëri përshtypje një dy qëndrime të zotit Plumbi më herët. Sepse ai tha që ne kemi përvojë qeverisëse dhe me që kemi përvojë qeverisëse, dim të qeverisim më mirë se të tjerat automatikisht. Unë mendoj që po ju lutem të mbaroj. Thash që dim qeverisim më mirë. Thash flasim më me kujdes, sepse dim shumë mirë që nuk premton dot gjëra që nesër kur të vish në pushtet si mban dot. Kjo ishte ajo që thash unë. Pra, nëse argumenti është jetëgjatësia në qeverisje është arsye për të fituar përsëri, atëherë bie që Partia Socialiste të qeverisë në jetë të jetëve të vazhdojë atë projekt që base e ka nisur shumë më herët, po kjo është absurde. E dyta, tha po ashtu zoti Plumbi që po të kemi një ndryshim në qeveri, do krijohet një lloj amullie institucionale dhe humbim trenin për në Evropë. Që do të thotë, po ta marrim seriozisht, që këtu o votohet Partia Socialiste o Bashkimi Evropian na mbyll derën në fytyrë. Do të them, prit Bashkimi Evropian nuk është një klub autoritarist që thotë, po zvotuat të parti ju përzëm. Bashkimi Evropian, me sa e njohun, është një bashkim shtetesh demokratike që besojnë tek liria e zgjedhjeve të qytetarëve dhe besojnë tek papërcaktueshmëria paraprake e rezultatit zgjedhjeve. Se ka demokraci, sakon nuk është e sigurt kush fiton. Pa po thamë ne që është i sigurt kush fiton, dhe po thamë që po zvotuat të parti nuk ka vend Bashkimin Evropian, këtu pastaj nuk ka as demokraci, as integrim. E treta, unë kam përshtypjen që një lloj si për reformën drejtësi, edhe integrimin në Bashkimin Evropian do ndodh pavarësisht vullnetit të aktorëve politik. Përse? Vendim geopolitik. Patjetër, edhe reforma në drejtësi ndodhi sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian ju thanë të gjithë me një këmbë këtu do votoni për reformën në drejtësi. E mbani mend ish ambasadorin amerikane kur u zgjodh zoti Dumani, kryetari i SPAK-ut, bëri një kështu tour de force, bëri një show force aty dhe tha tregoi praktikisht se kush duhet votuar. Pra, edhe reforma në drejtësi ka qenë produkt i një vullneti shumë të fortë të faktorëve marrëdhorë, ndërkombëtar, perëndimor,
Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe partitë politike në Shqipëri, me hire me pahirë, më shumë me pahirë se me hirë, kanë shkuar dhe kanë votuar. E njëjta gjë do ndodh edhe me Bashkimin Evropian. Ne do hyjmë në Bashkimin Evropian jo për shkak të meritave të qeverisë apo të opozitës së vjetë, ne do hyjmë për shkak të një realiteti të ri gjeopolitik, që Bashkimi Evropian sot do të zgjerohet me çdo kusht. E kuptojmë apo se kuptojmë situatën ndërkombëtare? E kuptojmë çfarë krize ndodh sot në përballë. Dhe në këtë sens, Në fakt që të bëjë ndërhyrje fare të vogël. Po që nga koha e antarësimit në 81-shin e Greqisë, më pas të Spanjës dhe të Portugalisë, deri tek antarësimi i vendeve të rëndësisht të ngjashme si ne, si Rumania dhe Bullgaria, ka qenë të rëndësisht një vendim politik dhe jo vendim i vlerësimit të kritereve. Sigurisht që në çdo kohë ka pas një faktor gjeopolitik që ka ndikuar, por sot ky faktor është më i fuqishëm se kur më parë. Tjetra që duhet them, edhe sikur Shqipëria të bëhet antare Bashkimit Evropian nesër, se po ta dëgjoni zotin Rama tha 2030, pastaj afroi 2027, kam përshtypjen që pas 2-3 javësh do thotë në 12 maj do bëhemi antar të Bashkimit Evropian me këtë ritëm. Pra votoni Partinë Socialiste do thotë sepse në 12 maj hym të gjithë brenda. Morëm pasaportën dhe ikëm të gjithë nga Shqipëria për të punuar kamarier në Gjermani. Dakor? Edhe e lam Shqipërinë si një vend ku nuk e di se kush do banoj. Po unë do të them këtë gjë. Edhe sikur ne të bëhemi shumë shpejt antar të Bashkimit Evropian, asgjë nuk ka përdryshuar në kuptimin e problemeve të mëdha strukturore që ka ekonomia shqiptare. Më kuptoni, ka vende të Bashkimit Evropian sot që nuk janë modele të mirë qeverisjes, që janë të varfra, që ka përplot padrejtësi sociale. Ne do t'i mbartim këto probleme, në qoftë se nuk ndërhyjmë me seriozitet dhe me guxim. Do t'i mbartim këto probleme dhe në Bashkimin Evropian. Pa do t'jetë kjo Shqipëri kaq e varfër, me kaq padrejtësi sociale, me kaq korrupsion, me këto oligarki mbytëse, por nën petkun e një vendi antar të Bashkimit Evropian. Prandaj u them që çështja e debatit sot nuk duhet të jetë kur do hyjmë në Bashkimin Evropian, se si po shkojnë punët. Besoj që do të hyjmë më parë se ç'para shikonim vite më parë, por se si mund ndryshohet për mirë Shqipëria. Ne sot kemi shumë probleme, edhe po të krahasojmë me vendet e Bashkimit Evropian. Ne subvencionojmë bujqësinë mjaft më pak. Ne edhe atë shpak sa e subvencionojmë bujqësinë, pjesa më e madhe e parave vidhen. Ju e dini shumë mirë që fondet e IPARD-it në Bashkimin Evropian janë ndërprerë për shkak të korrupsionit në shpërndarjen e subvencioneve. Ne subvencionojmë e mbështesim arsimin publik mjaft më pak në përqindje të prodhimit brendshëm bruto sa vendet e Bashkimit Evropian. Ne mbështesim shëndetësinë gati 3 herë më pak si raport me prodhimin e brendshëm bruto se vendet e Bashkimit Evropian. Ne kemi, me që u fol këtu për pensionet, ne kemi një normë varësie, kush nuk është i fushës, do t'ja shpjegoj që norma e varësisë është numri atyre që punojnë me letra për numër pensionisti që përfiton pension. Nga më të ulësit në botë, 1.17 veta punojnë për të mbajtur një pensionist. Duhet punojnë 3 që të mbajnë një. 2.5, 3 e më shumë për të mbajtur një pensionist. Ne po kemi problemet e bashkimit e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, si për shembull plakja e popullsisë, se një nga arsyet pse në ato vende është ky problem, po jo kaq theksuar në Shqipëri, sa në Shqipëri, se aty popullsia është mjaft se plakur se në Shqipëri. Popullsia nuk është e plakur. Popullsia jonë vuan nga ikja të rinjve në radhë të parë. Pra ajo që dua të them është që ne kemi nevojë për reforma të mëdha. Por çdo reformë ka për kusht të realizimit të saj ndershmërinë dhe karakterin e partisë që udhëheq ato. Dhe dora në zemër, partitë që e kanë qeverisur dhe qeverisin sot Shqipërinë kanë probleme të mëdha morale, janë të zhytura në korrupsion dhe janë sejmene të oligarkisë ekonomike. Okej, Regja, ju lutem lidhni me zotin Spaju. Po, do doja 3 konstatimet shpejta. E para është, duhet të jemi pak realist që në 12 maj nuk mund të kemi ndonjë pritshmëri të madhe, sepse pritshmëritë vinë kur le të themi do kishim alternativa kryeministrore, qeveritare. Sot Shqipëria, 50 ditë para zgjedhjeve, shkon me 2 kandidatë për kryeministër të deklaruar, që janë Edi Rama dhe Sali Berisha. Njëri i provuar 35 vjet, tjetri i provuar diku te 28 vjet. Pra, përse e paragjykon garën? Janë 11 subjekte. Jo, nuk paragjykoj garën, unë jam serioz se sa subjekte janë, mund t'jetë dhe 120.
kandidatët zyrtar për kryeministër që kanë deklaruar veten apo koalicionet e tyre apo partit janë 2. Nuk ka kryeministra tjerë të deklaruar as nga partitë e reja, as nga partitë të tjera. Kandidat për kryeministra janë 2. Pra jemi pak, nuk po them sa kryetar partish ka apo çfarë synimesh ka. Sot Shqipëria shkon me 2 alternativa kryeministrash, të cilat në një farë mënyrë nuk kanë se çfarë t'i sillin të re Shqipërisë, pra sepse të dy janë të provuar dhe të stërprovuar. Tani, a do i mbajnë premtimet e reja dhe pse nuk kanë pasur mundësi t'i bëjnë në këto 30 e sa vite këta të dy, ky është problem tjetër se sa i besojnë shqiptarë. Tani, çfarë kam unë parimore kundër PS-s dhe kundër PD-s? Ndaj të njëjtin mendim me zotin Qori për sa i përket premtimit të sloganit kryesor që ka Partia Socialiste për marrjen e pasaportës europiane për një arsye të thjeshtë. Që t'ja themi më shkoqur dhe më shqiptarëve, Shqipëria do pranohet në BE dhe do pranohet shumë shpejt, sepse Bashkimi Evropian, sipas gjithë gjasave, po përgatitet për luftë. Pra, të gjithë gjasat çojnë në informacione, që të paktën brenda 5 vjetëve mund të ketë një konfrontim të drejtë për drejtë të NATO-s me Rusinë. Dhe sigurisht që Europës do i duhen ushtarë. Dhe ku do i marri ushtarët, kur 90% e vendeve europiane sot janë në krizë me numrin e burime njerëzore për ushtri dhe patjetër që do i duhet Ballkani për forca ushtarake dhe për të zgjeruar, për ta pasur Ballkanin brenda murit europian. E dyta, rezerva që kam unë me sloganin e demokratëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Trumpi erdhi me një slogan të bëjmë Amerikën e madhe, sepse synonte në konceptin e vet, po ta bëm re, ai ka ardhur me vizionin që Kanadan ta ketë shtetin e radhës në SBA, Groenlandën të ketë një shtet tjetër, kanalin e Panamas po ashtu, gjirin e Meksikës po ashtu, pra ka ardhur me konceptin e ndryshimit kufive për të bërë një Amerikë të madhe. Ndërkohë që është e kundërta me atë që kanë bërë demokratët. Partia Demokratike ka bërë një shtet vogël, një Shqipëri të vogël, se i dha 6.000 milje, i dha 6 milje det, i dha Greqisë, zyrtarisht. Partia Demokratike kërkon një Shqipëri të vogël, sepse donte t'i jepte Miçotaqisit t'i marrën. Zyrtarisht mori njeriu i cili pretendon dhe mbron kauzën e Vorjo Epirit. Partia Demokratike kërkon një Shqipëri të vogël sepse do të zgjedhë kryeministër një person i cili është izoluar nga liderët botror dhe është izoluar nga Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, i bie që nëse në 12 maj do të kemi kryeministër Sali Berishën, mund të rrezikojmë që gjysma planetit mos na njoh dhe ne të futem në një izolim të thellë. Pra, ka një kontrovers në sloganin dhe principin e një Shqipërie të madhe, ndërkohë që ata kanë praktikuar dhe na afrojnë praktikisht një Shqipëri të vogël dhe një Shqipëri të madhe. Si mund të jesh aleat me një parti greke, dhe të premtosh Shqipëri të madhe. Domethënë s'ka, është nonsens si Albin Kurti. Po mirë, subjekt elektoral shqiptar është dhe ai. Siç është dhe zoti Idrizi. Shpëtimi elektoral është gjithashtu një subjekt elektoral shqiptar. Në qoftë se Albin Kurti do bëj aleancë dhe koalicion me Partinë Serbe të Radojčićit, do prezumoj Kosovën e Madhe, po kjo është Kosova s'ta pranon këtë. Vetëm Shqipëri mundon që një përgjigje. Me përjashtim të Albin Kurtit, gjithë partitë e tjera kanë bashkëqeverisur me listën serbe Kreshnik. Jo qesharak bëhesh në Kosovë, po të konsiderojnë për tradhti kombëtare kur ta bëj Albini. Pse don Ramush Haradinaj, Hashim Thaçi, Isa Mustafa, që kanë bashkëqeverisur me listën serbe, tradhtar janë? Dgjoj, në radhë të parë një herë, unë po flas për një parti të cilat pretendon për një kauzë kombëtare. Dhe mos bë diferenca dhe krahasime të pakrahasueshme. Afrojnë Shqipërinë e Madhe, ç'pun ke koalicion me grekët. Si ka mundësi me element të cilët kanë pretenduar për Vorjo Epirin. Dhe absolutisht kjo është nonsens, pavarësisht se nuk del njeri që ta thotë
Pra, ti ke në Vlorë, kandidon Ardit Bibdo përballë 2 kandidatëve të nacionalitetit grek. Tani në Vlorë, ç'lidhje kanë në Vlorë, domethënë ti kandidosh në Vlorë. Atje ku ke ngritur flamurin kombëtar, ke shpallur pavarësi. Mundem një minutë, për një kundërshtuar një shprehje, po pat mundësi se ishte mu duk shumë e rënde për tu artikuluar që Shqipërinë e duan Bashkimin Evropian për ushtar. Gjë më të rëndur nuk kam dëgjuar ndonjëherë edhe dua në mënyrë kështu shumë të fortë ta bëj të qartë këtë gjë. Shqipëria është një vend i vogël, ku në qoftë se të tërë argumentat që neve ngrem këtu, relativisht me të drejtë, që ne kemi 1,17 qytetarë që punojnë në raport me pensionistët që kemi, kur Bashkimi Evropian ka 300 milion banor dhe ne nuk kemi as 2,5, 2,4 e ca këtu, 450 milion banor, dhe ne nuk kemi as 0, të thuash të tezë, më duket një gjë krejtësisht e gabuar në lidhje me qëllimet që ka Bashkimi Evropian ndaj Shqipërisë dhe me dëshirën e shqiptarëve për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Një aspekt geopolitik ka dhe një aspekt geostrategjik. Është e vërtet që është geopolitika, s'ka asnjë merit Shqipëria, është geopolitika sot që Bashkimin Evropian e shtyn drejt zgjerimit. Pra shtetet cilat kanë qenë kundër zgjerimit, sot për arsyet e tyre, jo tonat, janë të gatshme që të flasin për zgjerim. Dhe një minutë ta mbaroj, dhe ajo që po themi është, sepse ne kemi një kalendar me ta deri në vitin 2027 për të përmbyllur negociatat dhe për të marrë okejin nga Komisioni Evropian. Por procesi antarësimit duhet kaloj në përvotimin e 27 parlamenteve të tjera dhe që synohet jetë vitit 2030 për fundimi i votimit në për parlamentet europiane. Këto janë 2 fazat në cilat duhet kaloj Shqipëria. Pra doni dhe një mandat të 5. Kalendari i mbylljes së negociatave është i ngjeshur, nuk ka kohë për asnjë moment humbjeje. Mundet që të vazhdoj dhe në bas 2027-ës të jetë po këtë trend geopolitik dhe Europa të vazhdoj akoma të jetë e gatshme për zgjerimin, por historia e Shqipërisë ka treguar që në shpeshherë e kemi humbur trenin për të qenë atje ku e kemi vendin. Slogani Shqipëria madhështore do të thosh të bëjmë gjëra realisht madhështore. Ke përgjigje për Kreshnikun, po? Te përgjigja pra. Dhe kur themi madhështor do thotë që në 33 vitet e fundit tranzicion, vetëm një herë është rritur popullata dhe ka qenë në vitet 2010-2011. Kjo është madhështore, jo me 100.000 palestinesë siç po flitet nga qeveria Rama. Tapi e futi Shqipërinë në këtë kalendat, po themi, sigurisë geostrategjike energjetike europiane, madhështore. Dhe mbas 2013 deri në 2018 ka vazhduar të injektojë në ekonominë shqiptare mbi 100 milionë euro investime. Ndoshta e futi gjeografia tapin. Madhështore pra. Madhështore po kaq ishte kur në 2005-ën ju çdo media ka pas generator, probleme lokale, s'kishte energji elektrike. Sot për herë të parë jemi eksportues neto, kemi kapur 2-3 herë në vitet e fundit neto, fal licencave që janë dhënë gjatë mandatit shkuar për të qenë një superfuqi rajonale energjetike. Madhështore është. Vetëm ke energjia mos, të lutem, vetëm ke energjia mos dil, se s'jeni mirë aty. Nuk dil. Ke të drejtë, ai Tigri 1 dhe 2 vazhdon mos ketë prodhuar ende një ditë na. Ban mend atë privatizimin e Çezit. Tigri 2 vazhdon mos ketë prodhuar ende një ditë energji elektrike dhe Velika Balluku shumë shpejt do përfundojnë në spak. Kujdese, kjo energjetika është sektori i veçantë në Shqipëri. Me këto blerjet e keshit të Belindës, e kështu me radhë. Pra, kur themi madhështore, ne nuk flasim për kufit, ne flasim për shqiptarët. Flasim që pensioni do të jetë 200 euro minimum, si për fshatin, si për qytetin, që rroga mesatare jetë 1200 euro. Madhështore ne themi po për të patur një ekonomi e cila sot në Shqipëri, e dini sa banka europiane kanë mbetur? Sa ishin 2013 sa janë sot? Ka ikur Societe Generali, Credit Agricole, Emporiki, Banka Italiane, Greke, të gjitha kanë ikur. Mos janë tërhequr gjitha nga rajoni. Shkoj sa e vogël është? Mos janë tërhequr gjitha nga Societe Generali janë. Në rajon nuk ka më Societe Generali. Telekom ishte gjerman u larguan, kemi mbetur me 2 telekomunikacione. Pra, është Shqipëria vogël. Në çdo dimension, këto janë Shqipëria vogël. Më pak njerëz, më pak investor europian, më pak pension. Në çdo gjë, por nuk ka një element që thuhet më e madhe. Ndërkohë që ne Kreshnik Spaju thot për të, e di pse ka kompleksin madh të vogël Kreshnik Spaju. Një herë kam takuar një jetime.
në çadër në 2017. Mos e personalizoj. Jo mos po e personalizoj, po fles politikën dhe përfaqësonte një parti të vogël që ishte Alianca Kuqezi. Trashëgimtari i cilës është Adriatik Vapaj, për cilin ai ka shumë respekt sepse prandaj po e promovon partinë e vogël. Pra, kur je nga një parti e vogël, ke kompleksin gjithmonë këtë madh e vogël se kupton. Pa doja aktualisht, me vul pa vul, me flamur pa flamur, me lider pa lider, gjithë kompleksin kemi kaluar, përfaqëson 600.000 vota. Dhe kur unë flas këtu, përfaqësoj 600.000 njerëz. Dhe për partitë e tjera kam respekt maksimal. Po kur mendoj lvizjen bashk, më duket nga lvizja solo, se unë nuk e di kush janë këto kandidatë nëpër panelet e studiove. Nuk e di sa vota janë marrë akoma, kupton? Dhe kur flet Biles me gjithë respektin Arlinder, një këshill. Kur thua lvizja bashk, si komunizmi që vendosim kështu në kolektivitet, mos thuaj unë vendosa si kryetar, unë bëra listën, unë vendosa, unë, pra është partia solo. Pra, në këtë drejtim, Partia Demokratike nuk ka komplekse madhështi, vogëlsi, sepse flasin shifrat. Sa reklamave ta marr. Flasin shifrat. Ne kemi bërë... Po drejtua personalisht. Po mos këmer leje mundet. Ishte një ngacmim. Vetëm një përgjigje të shkurtër. Shqipëria, Arlin, të lutem vetëm një sekond, pastaj vazhdo argumentin, të lutem. Gjithçka ne e kemi bërë të vogël, sipas jush. E vetmja gjë që është rritur në këtë Shqipëri është Partia Demokratike. Ju jeni bërë të mëdhej. Ju jeni bërë të mëdhej. Ju jeni bërë aq shumë, sa jo tash do vazhdoj zoti Qafë. Ëndra për Shqipërinë është rritur kaq shumë sa që kemi dalur kundra mediave, State Department atë kur na cilësonit juve neve si anti-amerikanet e tjerë. Kaq shumë është rritur pasioni për Shqipërinë, sa që në këtë dobësinë tonë jemi bërë më të fortë, patjetër, është rritur fortë në karakterit. Më të fortë mund t'jeni bërë, nuk e di. Do ta shohim në betejë. S'ka problem, ne bashkojmë, nuk ka problem. Ne luftojmë për Shqipërinë, ju luftoni për Edi Ramën dhe çajt mbrohet nga Megonigali i Amerikës, ju e dini gjithë. Sot PS-ja është bërë trup një vetëm që Edi Rama mos tretohet për Sinaloan që ka futur në zyrë, sepse Sinaloa është faqur organizatë terroriste, janë bërë trup një për të mbrojtur Edi Ramën nga Megonigali, janë bërë trup një për gjithë aferat tani së fundit dhe për Gjipen. Po, Shqipëria vogël, kjo është. Nëse mund t'ja përgjigje. Përfaqësues lëvizjes bashkë nuk jam vetëm unë, sigurisht unë kam profil më të lartë publik, po edhe zoti Baba Rama para një 2 javësh ftoi Redi Muçin në studion e tij, si përfaqësues lëvizjes bashkë, dhe besoj unë nda me përshtypjen më të mira për Redi Muçin, për profesionistë që ne kemi në lista, për aktivistë që kemi në lista. Tjetra, unë vendos që nuk duhet jemi pari, dhe këtë s'ma imponon do të njeri, po unë nuk vendos kush do jetë i pari në vendin tim, as kush do jetë i dyti, i treti apo i katërti, gjitha këto i vendosin antarët e lëvizjes bashkë dhe strukturat përfaqësuese të lëvizjes bashkë. E treta, lëvizja bashkë ka hyrë vetëm një herë në zgjedhje. Vetëm në një qytet, në Tiranë, ku unë kam qenë kandidat për kryetar bashkia dhe kemi marrë 4.8% votave, ose rreth 14.000 vota, 6 muaj parti, me këtë rezultat. Tjetra, që është po aq e rëndësishme. Ju thatë me drejt që shumë nga eksponentët e qeverisë presin burgun, ose meritojnë burgun. Zonja Balluku madje thatë që është gati për SPAK, gati për burgun. Kam frikë se zonja Balluku dhe shpëtoni ju. Po erdhën në pushtet dhe bashkë me zotin Rama do shbëni SPAK-un. Se ky është problemi. Që zonjën Balluku, zotin Rama, e shumë zotëri të tjerë, për hatër të shpëtoj Sali Berisha dhe të korruptuarit e kohës së Shqipëria vogël është drejtësinë vetëm për liderat. Ja të përgjigjem, ta bëjmë dialog bashkë. Se PS-ja ka marrë fund. Ta bëjmë dialog bashkë. Shqipëria vogël thot, SPAK-u është vetëm për liderat. Shqipëria madhe e madhërishme që ne themi është për qytetarët. Sot një qytetar shqiptar duhet pres 15 vite për të marrë drejtësi. A e zvoglon kjo Shqipërinë? A e zvoglon drejtësinë? Kjo s'ka bëjmë me SPAK-u, ka të bëjmë me institucionet dhe drejtësisë të tërësisë. Ne themi që qytetarët shqiptar marrin një drejtësi eficiente, ju e kaloni tek individi. Ne flasim për 2.5 milion shqiptar që marrin një drejtësi më të kushtueshme, më të vonueshme, më të padrejtë për pasojë. Ju thoni me nominativën e dy. Na i thoni hapur që ta kuptojmë. Na i thoni hapur që ta kuptojmë një prapë kundër SPAK-ut. Me të drejtë. Prapë kundër SPAK-ut. Kur ta merrni konceptin e shtetit, shteti është një organizatë kriminale. Po kupton se do është përbërë. Shteti, ekzekutiv, Zoti Rama ka thënë që SPAK-u kur na heton ne është kriminale, kur heton ata tjerët është e mirë. Jo, nuk ka thënë. Ama keni përputhje interesash për ta shpërbërë. Keni përputhje interesash për ta shpërbërë. Ju thjesht e thoni trot, ta e thoni në mënyrë më të moderuar, por qëllimin e keni të bashkë. Interesash kim në PS, not keqen. Ç'a interesash? Të shpëtoni lëkurën më, të shpëtoni nga burgu. Nga PS-ja, ç'a lëkurë? Të shpëtoni nga burgu më. Unë nga burgu. Ta shpëtojnë Edi Rama nga burgu. E Risbelia ju shpëtoni Sali Berishën e Ilir Metën. Ti ke qenë profesor shumë mirë, ke menaxhuar klasa, bravo të qoftë. Unë kam punuar në menaxhim me kështu me radhë, kam menaxhu buxhete. Janë dy gjëra ndryshme, menaxhosh klasa dhe menaxhosh buxhete. Ndaj po të them edhe një herë, me sinqeritet,
me Shkolla sinqeritet. nuk menaxhon, shkolla i jep ide. Ke shumë të drejtë. Dhe idet na Shumë mirë. duhen. Që do tek idetë atëherë, kur vjen aty në parlament dhe duhet bësh ligje që impaktojnë miliona njerëz, reforma drejtësiri përsëris ka bërë një sistem drejtësie që sot i ofron shqiptarëve 15 vite dosje vonesë. Kjo është sistemi pa drejtë. Kaq. Nuk e ka bërë reformën e drejtësisë. Jo, s'është nuk ka të bëjë me reformën. Nuk e ka bërë me drejtësia. Statistikat Çfarë ka të bëjë? Thelbësore për Akilin. Pra ju nuk jeni dakord. U zgjua Basha, Basha është zgjuar i qetë, unë jam e zgjuar, thjesht po respektoj panelin, po të duash ta jap përgjigje dhe në formë tjetër, po të lodh të bësh debatin tënd sepse skizma që ne kemi kaluar nuk është mes ne të dyve. Akil dhe ti këtë gjë di shumë mirë. Por nuk mund të qëndroj. Ju vazhduat bëni meme tash. Burun te Sali Berisha nuk viun zotri dhe kjo është pak po e sigurt. Por kam vetëm një pyetje për ty, me që sulmon sot reformën e Ju desh i vrat këta më po. E harruat kur ju sulet desh i vrat. Më plumos u fut këtu se e bëjmë bashkë debatin. Me që sulmon reformën e drejtësi dhe thua është një reformë e cila duhet zhbërë. Ti pra nuk je dakord me të gjitha ata ministra, kryetar bashkish, ku di unë, të gjithë korruptuarit që nga PS-ja kanë shkuar në dyert e drejtësisë. Ti nuk je dakord me këtë. As që Erion Velia sot është në dyert e Burgut, as që... Për sa po e the? Sa po e the? Jo, pra ne po them pra Basha duhet zgjuar. Ore Bashën e keni një emision tjetër duke bërë super debat se vin lajmet. Lere Bashën ti. Arlindit i njoh një... Lere Bashën ti, se Bashën ti e njeh shumë më parë se sa unë. I njoh një merit që edhe unë, edhe Arlindi, kur shumë njerëz të tjerë, unë njoh një merit për atë djalin 7 vjeçar, senatori, është gjëna që sot i tregoni shqiptarëve që ndërmjet Edi Ramës dhe Sali Berishës është vetëm kjo zgjedhje. Në fakt ti si djali i ri duhet i thuash, o zotrinj, këta të dy nuk janë zgjedhje për shqiptarë. Njëri më i korruptuar se tjetri dhe njëri më harram se tjetri për shqiptarë. Unë po kërkoj vot për vete si Akil Kraja, ç'është kjo tash? Ktu kalum prapë në regjistër tjetër, prapë Shqipëria vogël. Ne po themi, kemi listë hapur, ne do ta hapim. Të garojmë, të shtojmë vota, jemi konkurrencë, këtu prapë kapeni tek liderat, janë kompleksuar more. Janë kompleksuar nga liderat, e kupton? Kjo është Shqipëria vogël. Shqipëria madhe që ne themi të rinj, jemi profesionistë, jemi duam garojmë, mendojmë që ka Shqipëri hapësira për të rritur politikisht. Ata kanë mbyllur sistemin vetëm me spirit të figurave. Rama dhe Berisha, është ajo që unë shtrova. Ata kanë rënë dakord, njëri të mbaj pushtetin, e tjetri të mbaj opozitën. Lista që ka bërë të lutem. Për votën tënde, pse ti jam në gar. Po flit për votën tënde, pse? Kam folur për votën time. Aty qëndro tek vota, kjo është. Te vota ime, mos kesh merak. Qytetarët çdo ditë po më japin besim. Absolutisht mos kesh dyshim. Një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe do rikthejmë. Do ta rimarrësh pas publicitetit se kemi kaluar 6 minuta nga programacioni. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Zonja Jupi, vazhdoni aty ku lam. Aty ku lam dhe aty ku gjithë ky debat rrotullohet. Në fakt, qytetarët sot duhet kuptojnë që pikërisht ky debat është shembulli se si vetë qytetari dhe zgjedhja e tij është futur në kurthin Edi Rama apo Sali Berisha. Shqiptarët duhet bëhen të mençur të dalin nga ky kurth. Kanë alternativa të tjera të cilët sot garojnë në listë hapur dhe japin të drejtën qytetarit të votojë me votën e tij të lirë dhe ta zgjedhë ai me votën e tij kë do të çojnë në parlament. Kë do të çojnë? Kë do të çojnë? Të zgjedhurit e Sali Berishës apo të zgjedhurit e Edi Ramës në listat e mbyllura? Po ndërkohë është dhe ideja tjetër që çdo vot për partitë që kanë dalë nga partia më e madhe e opozitës ul numrin e mandateve dhe në bazë të sistemit. Unë në fillim dhe është një argument që unë personalisht nuk e pranoj. Unë nuk jam në këtë garë për të hequr votën e askujt. Unë jam në këtë garë, Baba Rama, për t'i dhënë qytetarëve një alternativë mbas 34 vitesh. Unë jam një grua që garoj në listë hapur. Dhe për te faktit që garoj në listë hapur, këtu ka një mision për te garës personale. Mbas 34 vitesh unë i them qytetarëve, të nderuar qytetar, ju keni mundësinë të zgjidhni, dëshironi të zgjidhni Taulanta Jupi, një profesoresh, e cila ka kaq vite kontribut në opozit, e cila kërkon që të përfaqësohet në parlament nga vullneti juaj dhe jo nga vendi që jep kryetari në listë mbyllur, ja ku e keni, mund ta votoni. Ka të tjerë që nuk e kanë këtë guxim, por janë strukur, qoftë poshtë karrike se Sali Berishës e poshtë karrike se Edi Ramës, në listat e mbyllura janë rehate dhe shkojnë direkt në parlament. E di qytetari kë do votoj. Prandaj këto zgjedhje do t'jenë, pavarësisht të duken të mbyllura, do të kenë elemente surprizë, prandaj unë pres me shumë energji dhe me shumë vendosmëri datën 11 maj, kur qytetarët do të votojnë me vullnetin e tyre të lirë për ta çara të shtegun e ngushtë, ku Edi Rama dhe Sali Berisha përpiqen ta mbajnë të mbyllur, mbas 34 vitesh sërish ta kontrollojnë. Aty është një shteg i ngushtë që qytetarët do duhet të votojnë me shumë vendosmëri për ata që janë vendosur në listat e hapura, por për te ati shtegu, më besoni,
është një horizont i tërë i cili do të sjellë rikonfigurimin e skenës politike në Shqipëri. Minimalisht do t'i heqë Sali Berishës primatin e opozitës dhe maksimalisht mund të krijojë premisat për një qeveri me bazë të gjerë sipas përfaqësimit në raportet dhe Pa një qeveri me bazë gjerë, pra jeni të gatshëm në qoftë se Jo, më dëgjoj. Partia e Zotit Plumbi, Partia e Zotit Plumbi është poshtë 70 mandateve, ju do bashkoni votat. Mos e keq interpreto. Thash e gjithë skena politike. Në rastin më të keq, skena opozitare rikonfigurohet për t'i hequr primatin e opozitës Sali Berishës dhe uroj që të dy partit që përfaqësohen nga Edi Rama dhe Sali Berisha të mos marrin dot maksimumin për të bërë bashk dhe për të bërë atë që kanë ndërmend, ndryshimet kushtetuese dhe ligjet antikushtetuese që do të pengojnë reformën në drejtësi. Ne këtu do t'jemi, qoftë pas 11 majit, qoftë në shtator, përsëri unë do t'jem këtu dhe do t'ja u kujtoj të fjalë. Regjia, ju lutem lidhni me zotin Spahill. Po, Ilir. Ke një replik për çka tha zoti Plumbi pak më parë, do një quajti do në të rësisht të papranueshme atë idenë tuaj për zgjerimin? Unë besoj që i rëshkiti ajo se ka unë e njoh zotin Spahill, nuk besoj se kishte aty gjë. Ta do që na do për ushtar se po shkon në luftë Evropa. Tani që të kthehemi në debat, kam nga një fjali edhe për zotin Plumbi edhe për zotin Akil. Për zotin Plumbi sigurisht që mendoj që dajmë të njëjtat pikpamje, qoftë me atë çfarë tha zoti Qorrit, qoftë me atë çfarë tha zoti Plumbi, për faktin sepse dërgimi ushtar është një metaforë të cilën BE-ja mund ta bëjë me Shqipërinë edhe pa na futur në BE. Sepse ne jemi antar të NATO-s dhe kemi treguar që kemi çuar ushtar edhe në Afganistan, edhe në Irak dhe në vende të tjera. Thelbi i idesë, i konceptit, është që nevojat dhe prioritetet që ka sot BE-ja kërkojnë një zgjerim dhe futjen e Ballkanit perëndimor brenda BE-s. BE-ja po përballet padyshim me një krizë dhe një realitet të ri, dhe mendoj që ata do kenë nevojë për Shqipërinë apo për vende tjera të rajonit më shumë se që ne mund të kemi nevojë për ta. Sigurisht që kjo është një aspirat dhe një ëndër për ne, por mendoj, pra metafora dhe batuta ime ishte jashtë asaj idez dhe konceptit të pasaportës europiane. Për zotin Akile kam thjesht një fjali tërësisht jashtë debatit personal, sepse gjithmonë i pranoj në fushat elektorale edhe tonet e larta dhe edhe ndoshta nuk ishte në sulm personal, po ditë them këtë. Unë kam garuar vetëm një herë në jetën time në zgjedhje në 2013. 12 vjet më parë. Kam një dekadë që jam largu nga politika, kam garuar vetëm një herë, por jam i sigurt që do mbahem mend si përfaqësuesi një kauze shumë të madhe, e cila rrëzoi nga pushteti një regjim i cili e bëri Shqipërinë e vogël. Dhe nga ajo ditë që unë kam përfaqësuar një kaos të madhe dhe me 2 vjet protesta e rrëzova atë qeveri, që nga ajo ditë Partia Demokratike dhe Berisha nuk kanë ngritur kokë dhe nuk do vinë më në pushtet, sepse absolutisht tratuan kauzën kombëtare, të cilën unë mund të përfaqësoj një parti, e kam përfaqësuar një parti të vogël, mund të jemi dështuar në politikë, po do mbahem mend si një avokat i një kauze shumë të fortë patriotike. Kaq kisha. Okej. Por kthehem tek biseda. Tani, në këtë përplasje të madhe që ndodh, sistemi elektoral është shumë kokfort dhe shumë i vështirë. Vështirësia është për shkak të asaj çfarë ndodh. Edhe një herë, kemi 9 subjekte politike dhe kemi 2 koalicione. Kemi 6 parti të reja, të cilat, votat e të cilve, do të numërohen nga 4 partit e vjetra. Edhe një herë shqiptarët që na dëgjojnë. Populli mund votoj partit e vjetra, votat numërohen nga 4, mund votojnë partit e reja dhe votat numërohen nga komisionerët e 4 partive të vjetra. E para. E dyta, jo rastësisht, që ta dinë pak njerëzit që na ndjejnë. Një nga projektet e OSBE-s ka qenë numërimi elektronik në Tiranë i votës diasporës dhe në Fier. A e dini çfarë ka ndodhur 2 javë përpara se të mbyllej ndryshimet në kod? U ra dakord mes Berishës dhe Ramës të hiqet numërimi elektronik dhe të numërohet me komisioner.
Tani të dali një shqiptar dhe të ma thot mua që kjo është bërë për zgjedhje të mira, të lira dhe të ndershme. A ka në një shqiptar, do më thënë që ka 35 vjetë voton, që të besoj që kjo marrëveshje mes këtyre dy njerëzve është bërë që vota e shqiptarëve dhe e diasporës të numërohet më Se nuk mirë. është kështu si që thotë zoti Spaju. Nuk është fare kështu. Jo, nuk është fare kështu, jam lejo të t'jau të regojnë qik më mirë, sepse kam qenë pjesë e Komisionit Reformës Zgjedhore dhe di detajet të... Po përse mos votoj dhe numëroj elektronikisht? Sepse këta zotrin nuk jepnin konsensusin për disa gjëra. E para, ishte fakti që fleta e votimit duhet ishte e para paguar dhe në kthim. Ishte vetëm në vajtja. Dhe me qenë se të gjitha shoqatët e diasporës ngritën problemin dhe të gjitha sinjalet që vinin nga diaspora dhe këta vetë ngritën shqetësimin që kjo gjë nuk do të sjellë fletë në votimit. Mbrapsht duheshe një konsensus për ta bërë të ndryshim në kod. Kodin nuk e ndryshojmë do të vetëm ne pa konsensusin e Partisë Demokratike, sepse nuk i kemi 84 votat për ndryshuar kodin. Në krau tjetër, ishte një vendim në lidhje me spostimin e një date që duhet merreshe në kas, ku ne aty jemi baraz 2-2. Pra, pa mbështetjen e Partisë Demokratike, këto ndryshime nuk dilin. Dhe këta vun disa kushte. Pra ju s'keni dashur, përse s'keni dashur? Që të votohet dhe të numërohet elektronikisht. Kushti ishte ky, që thanë, ne nuk duam që vota e diasporës të numërohet në mënyrë elektronike në KQZ, por duam që të ngrihet një komision bipartizan, pra në numërues nga të numërojnë votën e diasporës, po në KQZ. Zoti Kraja, kam ndjekur me ftesë të Departamentit të Shtetit dy palë zgjedhje, të vitit 2000 dhe të 2004. Në vitin 2000 pati sulme të jashtëzakonshme, akuzat të ndryshme publike për votimin në Florida. Ta mbaroj, para shtresën. Ku guvernator ishte vëllai i njërit prej kandidatëve ishte Jeb Bushi dhe kandidonte në Florida. Dhe aty ajo fleta e votimit kryon dhe një iluzion optik, algoritmi ikën në 2 milioni vota për shkak të atij iluzioni optik dhe 4 vjet më pas tani që si do veprohet sërish në Florida, si do votohet dhe u gjet zgjidhja. Votim dhe numërim elektronik, shkua me pam. Qa ishte ajo? Ajo ishte thjesht si një bankomat, një të formë, një të mënyrë funksionante, fusje ID-n dhe për të hapur vije, tarë ishte me touchscreen, vije gishtin, të hape, të dilnin fytyrat e kandidatve, 2 kandidatve, ti zgjidhje e njërin, ndërkohë ti kishe votuar dhe në kohë kishen vota joshte ishte numëruar. Përse do unë? Të njëjtën gjë kemi dhe ne në qarkun e Elbasanit, të Durrësit dhe një gjithë Shqipërinë. Se s'kemi fondet për ta bërë gjithë Shqipërinë, mos e duhen blerë ato pajisje. Ja ka që thjesht është. Nuk ram dakord për shpenzimet që duhen bërë për fushatë. Në një buxhet me 8.5 miliardë. Nuk gjëndë dot. X milion euro për të siguruar një proces të ndershëm zgjedhor. Nuk është aq e thjeshtë. Nuk është aq e thjeshtë sepse duhet ta çosh ja një sekond. Po një prandaj kur s'ke qenë në herën pushtet flet kështu lirshëm, e kupton. Po dakord, po dakord. Ja, një sekond tash, më dëgjoj ta them pse. Të ta them argumentin pse. E para, ato pajisje duhet jenë të gjitha të lidhura online. Dhe ti në fshatrat caktuara të këtij vendi nuk e ke online-in që të jetë aty. E dyta, të gjithë teknikët të cilët duhet i mirëmbajnë ato pajisje, duhet i çelin në mëngjes, duhet i mbyllin në drek, duhet paraqiten aty kur ka një defekt në procesin e votimit, kërkon një armatë të tërë njerëz të cilët duhet trajnuar. Ja rrëmbeve fjalën zotit Kraja. Kur ka vullnet politik, zoti Pllumbi, të lutem, kur ka vullnet politik për të ndërtuar një proces zgjedhor të ndershëm dhe të pakkonfliktueshëm, duhet një vullnet politik. Nuk e gjetëm të vullnet politik as me ju në 2021-shin, kur konkuronit juve me zotin Basha, që ishte Partia Demokratike me zotin Basha, nuk e gjetëm këtë vullnet politik të përbashkët, sepse duhet bërë ndryshime në kod bashkarisht. Nuk ka qenë zotin Basha në parlament në 2021-shin, duket mua. Po ka qenë në zgjedhje, ma. Dakord, pra në zgjedhje po e miratuat kodin zgjedhor me të tjerë. Po qa lidhje ka ajo ishte ndryshime kushtetuese, kodin zgjedhor me ju e bë. Kodin zgjedhor me ju e bë. Kodin zgjedhor me ju e bë. Në mënyrë kritikisht normale, bëm jashtë parlamentit me ju e bë. Me Partinë Demokratike, do më sa të rritë. Qofse abstenoni, ja kaloj fjallën zotit Qori. Kemi një proces zgjedhor... Lutem. Jo, e gjithë gjëja është për të kuptuar që kemi një
majorancë e cila thot nuk bie dakord opozita dhe kemi një opozit mund të jetë e vetmi janë bot ose një të emërtuar opozit që thot unë nuk dua votim elektronik dhe nuk dua proces të ndershëm edhe të pastër zgjedhor. Tashti çdo qytetar duhet ta kuptojë se ku shkon në interes të kur shkon ky binom. Okej. Me që opozita ashtu, elektronika nuk është ndershmëri në mënyrë absolute. Po të pyet apo Nuk është ndershmëri elektronika. Edhe elektronika ka problematikat e veta, nuk është ndershmëri. Elektronika thjeshton procesin e numërimit të votave. Se thjeshton. Zonja Jupi, Procesi cili është Zonja Jupi, gjithë njerëzve sepse se ata është fjalën zotit Kraja. Kërkojnë Unë ndjesë. them kaq, nëse ka një gjë për cilën opozita krenohet është digjitalja. Që ka qytetari digjital e deri tek futja e Albanias, sjellja në Shqipëri e pasaportave elektronike me aleatin i cili e ripërsëris në këtë logjikën e volëcisë u largua kjo kompania franceze që bënte pasaportat dhe ka marrë një anonime shqiptare që paguajnë nuk ka ulur gjys për gjys çmimin. Sigurisht. Pra, ide është e tillë. Për digjitalen ne nuk kemi absolutisht asnjë problem, përkundrazi për digjitale ne kemi një projekt të jashtëzakonshëm te kjo Shqipëri madhërishme, madhështore. Të kuptova. Sepse është, vetëm ta them, kthimi i Shqipërisë në epicentër të rrjeteve data centrave të Ballkanit. Realisht ky është një projekt madhështor, në sensin e mirëfillt fjalës, flasim për disa qindra për të mos thënë më shumë, mund të kalojmë mbi 1 miliard euro investime nga investitorë të huaj, në veçanti amerikan. Është një projekt i cili ka disa studime fizibiliteti, është i prekshëm, është komplet në të kundërtën e emigrimit të ekspertëve, pra mund të kthejmë realisht Shqipërinë në një pol për investime të teknologjive të reja dhe mos ta harrojmë, kur dolën patronazhistët, rrodhën e banë më. Po mirë, don investimet dolën pagat etj. Pra, përsa i përket teknologjive të reja kemi Shqipëri. Po ju thoni do t'i sillin, po për të numëruar votat të paktën nuk mund të jepin okej. Përsa i përket teknologjive të huaja, përsa i përket teknologjive të informacionit, kemi një super ligj dhe një super qasje ndaj nomadëve digital, kemi një super mbështetje ndaj startupeve dhe të gjithë projekteve të reja, kemi dy qendra të rëndësishme të projektimeve dhe të kodimit TUMO, një nga më të rëndësishmet në Ballkan për rini në aspektet TUMO, dhe kemi një rini e cila kemi IT realisht super të aftë, e cila bashkëpunon sot nëpërmjet sistemit bashkëpunon sot me kompanit më të mëdhaja. Ke një grup çunash këtu të cilët nga Tirana menaxhojnë transportin e kontejnerëve në San Francisco, në portin e San Francisco. Në këtë debat për mënyrën e votimit. Tani, në parim, edhe unë bie dakord që votimi elektronik është më mirë se votimi me letër. Mirë, po votimi elektronik nuk është faktor përcaktues në cilësinë e zgjedhjeve. Ka faktor tjerë më të rëndësishëm, mos plotësimi i cilëve. Ti di kush i numëron votat, Arlin? Urdhëro? Di kush i numëron votat? Po të ta them. S'po përdornë me kështu e kam, don gati ta vjell, don si shprehje, po lëvizja bashkë. Votat numërojnë para kamerave. Lëvizja bashkë, më dëgjot lutem e vëmendje. Po, gjithçka filmohet. Zgjyra sociale, po vazhdo. Kutijave hapen me ligj për dhe rikontrollohen dhe rinumërohen nga KQZ. Jova me respekt. Po. Lëvizja bashkë. Si dim sa gjëra se pastaj flasim. Numërues në tavolinat e numërimit, por do të ketë vëzhgues në çdo tavolinë. Dhe ne kemi një përvojë shumë të mirë në zgjedhja kaluare lokale në Tiranë, ku aktivistët tanë, qindra aktivistë, do t'jenë shumë më tepër në zgjedhje e përgjithshme, kanë ndëitur disa ditë me gjumë, pa gjumë, falni, dhe kanë ruajtur çdo votë. Unë e kam thënë para zgjedhjeve të 2023 dhe do të them këtu. Nuk do dëgjoni nga unë mbas zgjedhjeve, cili do të jetë rezultati i lëvizjes bashkë që na vodhën votat në kutinë e votimit. Çdo votë e hedhur për lëvizjen bashkë në kutinë e votimit ka për të numëruar për lëvizjen bashkë. Jo se nuk do tentojnë PS-ja dhe PD-ja, por nuk do t'i lëmë. Më kupton? Nuk do t'i lëmë. Dhe dëgjoni edhe një herë atë që po them. Nga unë nuk do dëgjoni që janë vjedhur votat kutinë e votimit, se do të kemi numërues të ndershëm, të guximshëm, që do përdorin çdo instrument ligjor për të mbrojtur votat për lëvizjen bashkë. Mirë po, procesi zgjedhor ka probleme që janë përtej kutisë votimit. Cilat janë? Se kur dikush të blen votën, se e bëre me laps, se e bëre me kompjuter, ai ta ka bler votën, më kupton? Kur dikush të kërcënon për vendin e punës, se pos më dhe votën ti, e pos më dhanë votën kushërinjt e tu, do të heq nga puna, pastaj se votove me lap, se votove me kompjuter, prape njëta gjë është. Kur partit financohen në mënyrë të paligjshme, shpeshherë nga organizata kriminale, nga oligark, sepse ligji, ne nuk kemi një ligj të posaçëm për financimin e partive dhe ne kemi në programin ton hartimin e një ligji të posaçëm për financimin e partive, përsëri procesi zgjedhor ka shumë probleme.
Në këtë sens, sot që flasim për cilësinë e procesit zgjedhor, më shumë punë mund bëj SPAK-u dhe institucionet e drejtësisë se çfarëdo lloj mekanizmi tjetër. Sepse nëse SPAK-u bën detyrën e vet, dhe nëse SPAK-u çon përpara gjykatës çdo kënd që blen vota, çdo kënd që kërcënon në punësit e shtetit, çdo kënd që ofron në mënyrë të paligjshme dhe të padrejtë vende pune në këmbim të votës. SPAK-u ka krijuar task force-ën, ke besim se do funksionojë? Do ta shohim. Unë duat provat, duat shoh apo funksionon, se unë e di që në Shqipëri blien votat, unë e di që në Shqipëri kërcënohen njerëzit. Madje qeveria ka hartuar dhe një VKM të çuditshme në fund të shkurtit, që u ndalon të gjithë punonjësve të shtetit, jo vetëm në punësve që kanë statusin e në punësit civil, po të gjithë në punësve të shtetit praktikisht u ndalon të jenë kandidat për deputet. Sepse ju thotë, në qoftë se ju, ti një mësues, guxon ti jesh kandidat për deputet dhe të bësh fushat jashtë orarit punës, ti duhet pezullohesh nga detyra. Për muaj të tërë do marrësh rrogë, madje edhe me rrezikun të të heqin fare nga puna. Më kupton? E kanë bërë VKM, pikërisht për të ndaluar njerëz të përgatitur, pedagog, mësues, për të marrë pjesë si kandidat në zgjedhje jashtë orarit punës. Më kuptoni? Ka penguar njeriu? Pra, Ka penguar njeriu? Mësuesit, kemi disa raste mësuesit që u ka ardhur fleta e pezullimit nga puna bazuar në këtë VKM, të hartuar në fund të shkurtit nga qeveria. Pra, po u thot njerëzve të kualifikuar dhe me dignitet. Zgjedhjet bëhen me kod, nuk bëhen me VKM. Po e keni bërë ju dhe institucionet arsimore, institucionet shëndetësore. A e dini ju që sot, po të punosh mjek në një spital publik, jashtë orarit punës, gjoni, qofse ti punon mjek në një spital publik sot, mbaron punën, tetorshin, dhe thua, unë duat jem kandidat për deputet kohën time të lirë, nuk të lënë të pezullojnë nga puna, disa muaj thonë nuk do marrësh rrogë, më kupton? Dhe imagjinoni një mësues, një mjek, që nuk ose një pedagog, që të mos guxojë të jetë kandidat për deputese, po ja hoqë rrogën dikujt disa muaj, si do jetojë ai? Nuk janë të gjithë njerëz të pasur apo të financuar nga oligarkë kështu me radhë që mund të bëjnë fushat të tillë. Prandaj po them, problemet e zgjedhjeve janë më të gjera se sa dita e votimit dhe shumë më të rëndësishme se sa votohet me kompjuter apo jo. Unë parim mbi dakord që po votua me kompjuter, procesi është më i kontrollueshëm. Mirë po, edhe votës me stilolaps, ne kemi mekanizma për ta mbikëqyrur tërësisht si proces. Kemi mekanizma, nëse kemi aktivist, siç ka Lëvizja Bashkë, të dedikuar për të mbrojtur çdo votë. Në të shkuarën janë vjedhur votat nga PS-ja dhe PD-ja, sepse ato që kanë qenë dikur partitë e reja, ose s'kan pas njerëz në për tavolina për të mbikëqyrur, ose kanë çuar njerëz pa guximi dhe integritetin e duhur moral dhe janë shitur përpara atyre që kanë ofruar më shumë. Prandaj po them, po e përsëris, nuk do dëgjosh nga unë pas zgjedhjeve, cili do qoftë rezultati për Lëvizjen Bashkë, unë mendoj që do të jetë shumë i mirë, po edhe nëse është shumë i keq, nuk do dëgjosh nga unë që na vodhën votat në kuti, jo se nuk do tentojnë, po se nuk do t'i lëmë. Po pat mundësi se, sigurisht zgjedhjet në Shqipëri kanë pasur historikun e tyre. Kanë pasur zgjedhje që kanë pasur problematika, në fal të cilave kemi ndryshuar si kodin e penal të dëmeve, si dhe mënyrën se si organizohet dita e zgjedhjeve. Dhe ajo që është më e rëndësishmja, kemi vendosur në kod që me ligj 10% e kutive të zgjedhura rastësisht, po 10% në bazë territori, në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë do rinumërohen nga KQZ-ja. Dhe në 2021 kjo ka ndodhur dhe diferencat e votave ka qenë janë përpunuar thuajse minimalisht. Pa vajtur vota në kuti, është blerë që pa shkuar. Tashti, zoti Qori besoj që duhet të ngrihet në nivelin, nëse pretendon duhet të ngrihet në nivelin që të mos ofendojë elektoratin. Nuk shiten shqiptarët. Mund të ketë individ të caktuar të cilët e trakojnë votën, është pa diskutuar. Po populli shqiptar nuk është një popull që shitet dhe blihet me kaq lehtësi sa që artikuloni që të gjithë juve këtu. Po flasim për popull, nuk flasim për përqindjet. Populli voton. A kemi rast edhe janë të shitshëm. Sa që bien pre e blerjes votës. Po ke institucione ndërkombëtare që thotë që bie dhe shitet votë. Po janë të shitshëm. Kë blejnë ta? Qen dhe macet, po njerëzit blejnë. Vullnetin e njerëzve blejnë. Po mirë më zotëri, se po të hyjë institucione ndërkombëtare. Mua më erdhi shumë mirë që juve thatë që do kërkoni një ligj të ri për financimin e partive politike. Më vjen shumë mirë. Sepse kam dëgjuar me shumë vëmendje edhe debate që janë bërë me forca të reja, të cilat garojnë edhe në këto zgjedhje, aktivitete të cilave nuk kanë
një fond financues dhe nuk dihet se si dhe ku. Po jo për lëvizjen bashkë, s'ke dëgjuar asnjëherë. Po nuk ndava Se ne po të ndajmë shpirt, ne marrim një flet thjesht dhe shkojmë në tregun e Peqinit. Nuk dua të hy në tagrin e askujt. Juve tha do keni një armat njerëzish të cilët do bëjnë vëzhgusin dhe kanë bërë vëzhgusin për ditë tëra. Kush do t'i ushqejë ata njerëzit që do rrinë atje? Vetë do ushqejnë. Po nga do t'i gjejnë to lekë, do të heqin nga rroga, do bëjnë. Po, do japin nga rroga e tyre. Japin çdo muaj antarët tanë nga rroga e tyre, pa diskutim. Prandaj themi që jemi parti moderne, sepse antarët tanë paguajnë. Nuk paguhen, që bëjnë të tjerët, paguajnë. Unë paguaj 10% rrogës time për lëvizjen bashkë. Unë në qoftë se bëhem deputet nesër në Kuvendin e Shqipërisë, ndoshta gjysmën e rrogës do ta kthej për lëvizjen bashkë. Ne funksionojmë ndryshe, sepse jemi e kundërta juaj, e kundërta morale, e kundërta politike, e kundërta ideore. Unë ju njoh meritën që nga gjithë strukturat e reja të cilat kandidojnë në zgjedhje, ju jeni ata që jeni më të organizuarit në formë një partie politike me struktura të mirëfillta. Dhe ndoshta kjo është edhe arsyeja që edhe në zgjedhjet 2023-shit ju patët një rezultat të cilët synoni të arrisni, po në fund fare jeni të bindur që do të ambroni rezultatin tuaj. Po, sepse kemi kapacitetin për ta bërë këtë gjë. Po, për sa kohë, nuk e kemi atë ligjin e financimit partive politike ashtu siç duhet, hijet e dyshimit mua mund të mlidhin dhe për ju, dhe për atë forcën tjetër, dhe për atë forcën tjetër. Sikurse ju mlidhin dhe për ne, se ju nuk jeni jashtë dyshimit. Se ju mund të thoni brenda dyshimit nuk është vetëm Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. E pse nuk e pas këtë ju një të fortë që ushton presion diku aty ku keni lindur juve për shembull Kenia 2 se ne të dy ndeshemi edhe ballë për ballë. Pse? Çfarë do i themi fortit? Si mund të jeti fort? Po me do ta mbaroj unë këtë gjë këtu, po me reakti se ta bëj unë. Ne kemi njerëz thjesht qytetar të gjën këtu edhe le të zëvon profesionist, kë mund të kërcënojnë ata. Shiko, kur je i vogël e ke shumë kollaj, ta hedhësh dorashtë ndaj të mëdhenjve, të cilët kanë drejtuar të vend edhe aspirojnë. Kemi fort karakteri, po, kemi fort organizimi, po. Tha zoti Spahiu që vetëm dy forca politike dhe 2 lider të këtyre forcave politike janë kandidat për kryeministër. Dhe nuk është kot ajo gjë që tha zoti Spahiu. Sepse zoti Berisha dhe zoti Rama janë kandidat zyrtar për të qenë kryeministra të këtij vendi mbas zgjedhjeve të 11 majit. Po Shqipëria nuk mbaron 11 maj as në 12 maj. Jo, ju vazhdoni aspiratat tuaja në mënyrë të diskutuar. Për 12 maj doja të pyesja zotin Spahiu. Kur nuk vjen në pushtet, kur nuk e di që nuk vjen në pushtet, është shumë i lehtë. Do doja të pyesja cili do jetë fati në 12 maj i një institucioni i cili ndoshta ka prodhuar politik edhe më shumë se sa parlamenti. E kam fjalën për SPAK-un. Cili do jetë fati ti pas këtyre zgjedhjeve? Unë mendoj që nuk do ketë asnjë ndryshim në organizimin strukturor dhe funksionimin e prokurorisë speciale dhe të gjykatës speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo dhe për faktin sepse majoranca parlamentare në konsensus ka votuar disa ndryshime kushtetuese që kanë sankcionuar me mbi 93 vota mënyrën e organizimit dhe funksionimit të SPAK-ut, që do të thotë duhet përsëri një konsensus i 2 partive të mëdha, ose nëse do të ndodhi që një parti merr më shumë të marrin 100 deputet, që sinjalet janë. Po doja thotë donë që do ta shkrim, Partia Socialiste thotë donë që do ta reformojmë. Dgjoj. Partia Socialiste s'ka folur kurrë për SPAK-un. Vetëm ta Keni folur deri dhe për metoda sigurimi? Jo, kemi folur për disa standarde të cilat duhen parë për atë që thash pak më përpara, për prezumimin e pafajësisë dhe për një politikë penale e cila nuk ka sot në burg më shumë të paraburgosur se sa të burgosur. Ka politika të tjera të cilat s'kan arsye pse të fusin njerëzit. Si do t'i ndrysh ti tek vendimi, tek kërkesa e prokurorit dhe te vendimi i gjykatësit? Si do të ndrysh ti? Kur ai kërkon burg, prokurori dhe gjykatësi vendos burg. Për këtë punë ka Partia Socialiste në këtë histori. Partia Socialiste votohet pikërisht për të rregulluar gjëra të cilat nuk funksionojnë ashtu siç duhet në raport me lirinë dhe të drejtat e njerëzit dhe me prezumimin e pafajësisë. Për këtë kemi folur. Ne s'kemi folur as që do reformojmë SPAK-un, as që do ndryshojmë GKK-on, as që do ndryshojmë apelin e GKK-s, asnjë gjë të tillë. Do të jemi të qartë për këtë gjë. Të reformës në drejtësi. Jo. Keni folur për rishikim. Për ajustime. Keni folur për rishikim të reformës në drejtësi. Çdo gjë e re, pra më thash dhe në fjalën time, sistemi i ri i drejtësisë, një minutë, sistemi i ri i drejtësisë ka bërë hapa gjigande përpara.
ka thyer mitin dhe ka thyer frikën. Por nuk është perfekt. Nuk është perfekt. Ka nevojë për rregullimet e veta, ka nevojë për rregullimet e veta, pa i prekur asnjë presje themelit të atij sistemi, sepse është merite jona dhe në ndryshim dhe nga asaj që tha pak më përpara zoti Qori, në qoftë se e di si pushtetar, pra ke qenë në pushtet forcë politike, e di shumë mirë që nuk ka ndërkombëtar që mund të imponohet kaq fort sa po si ishte vullneti jot, ti ta bësh atë gjën. Vullnetin tuaj, zoti Plumbi, ne pam një vit më parë, kur Partia Socialiste dhe Edi Rama bashkoi votat me Sali Berishën për të liruar korruptuarin dhe të dënuarit pa vullnetin e forcës tonë politike të Partisë Socialiste nuk do bëhej kurrë reforma. Se çfarë do të bëni të dy nëse do të bashkoni votat në parlamentin e ardhshëm. Aty ishte dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kur qeverisni juve bashkë dhe nuk bëhet as të shkojnë në mend ndonjëherë të bëni një reformë në sistemin e drejtësisë. Se do ta zhbojnë reformën në drejtësi dhe do dëmtojnë rënd shtetin e së drejtës të cilin me aq mund po përpiqen ndërkombëtarët, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ta ndihmojë Shqipërinë ta ndërtojë. Në qoftë i kërkoni votat me një fabul të gënjeshtërt, më vjen shumë keq që sa po hyni në politik, po hyni me këtë lloj artikulacioni. E këtij artikulacioni. Unë kam ja 10 vite që jam në politik, garoj për të qenë deputete dhe për të dhënë kontributin tim në një nivel tjetër. Më shumë kujdes kur artikulon. Kam jashtëzakonisht shumë kujdes, e njoh mirë situatën, kështu që le t'i japim secilit atij që i takon. Edi Rama dhe Sali Berisha, nëse ju nuk keni as tagrin e të vërtetës, as tagrin. Absolutisht unë them opinionin tim dhe vlerëson qytetarin. Dhe unë thash, nëse të dy palët sot, ne rrafëm argumentat, kur ju preken interesat tuaj, shkoni dhe bëni, ju deklaroni që shtimon se këta do bëjnë preken interesat tuaj, shkoni dhe bëni protestë përpara SPAK-ut, kjo do të thotë që këto interesa do të bashkohen diku. Po, i gjithë Bashkia e Tiranës shkoi përpara SPAK-ut kur u ndalua Erion Velia. Ashtu si e gjithë struktura e Sali Berishës shkon përpara SPAK-ut, sa herë shkon dhe paraqitet Sali Berisha. Është tipike e njëjta gjë. Është tipike. Ngjarje mund të ndodhin, e rëndësishme është si reagon forca politike dhe ju dini shumë mirë se si reaguam ne, qofse edhe ndaj asaj gjë së pavullnetshme që ndodhi aty. Kryeministri juaj duke marrë atë zonjën në drejtësi edhe duke luajtur atë lordin e korrupsionit. Jo, s'ka për kisha tjetër kjo don që është e vërtet faktikisht që përsa i përket reformës drejtësi, Yaris, Toyotas apo ashensorëve të përdorur nga Taulant Bava dhe ndonjë lider, ish lider i opozitës Cili ish lider? Krijon realisht mitet e një, domethënë, bashkëpunimi, më kupton, por fatkeqësisht ajo video tregonte tjetër gjë. Por gjithsesi, thelbi është vetëm një. S'ka problem. Thelbi është vetëm një. Që unë pavarësisht ka fjalën për Bashën, ë? Unë besoj që... Por e këta bashkojnë votat, s'u me Bashën ishte fare atë ditë. Këta bashkojnë votat për me Edi Ramën dhe nxjerrin të korruptuar. I kupton çfarë bën ky? Ai kupton çfarë bën ky? Në 11 maj, realisht, o Akil, votat i bashkuat ju o zotria. Lulzim Basha nuk ishte fare, jo të lutem. Për publikun që në ndjek, të lutem. Janë disa demokratë, si Erdi Saljani, që janë arrestuar në mënyrë të padrejtë që po bëtë burg sot. Shiko, vetëm për demokratët zonja ju me të drejtë, se demokratët ju i keni gënyer, i keni mashtruar me ato primare që bët dhe ti e di shumë mirë që kjo që them unë është e vërtet. Të lutem, Taolanda, mos i fut demokratët në këtë histori. Unë vota do marë se ka me mira qytetarë që nuk e shohin të ardhmen e tyre, as me Edi Ramën, as me Sali Berishën, dhe do votojnë një alternativë ndryshe. Ndaç koalicionin Euroatlantik, ndaç secilin emër, ndaç Taolanta Jupin. Kështu që mos trëm për votat e mia atij se ka plot njerëz që nuk të duan as grupimin e Sali Berishës, as Edi Ramën. E shohin të ardhmen e tyre pakta të dy. Janë mira shqiptar, për këtë ti jesh i bindur të siguroj. Jo, unë them vetëm këtë që pavarësisht realisht edhe për këtë gjë më vjen shumë mirë. Duhet i shohim gjërat përfundit për Shqipërinë po flasim. Ambicie të reja, grupime të reja, konkurrencë e re, metoda elektorale të reja, një fushat e re, dhe kjo vjen sepse në fundit ka një gjë që, ore, ta themi Shqip gjën, po thyet miti paprekshmërisë të një Edi Rame, i cili mbështetej nga Amerika, i cili ishte ca narko, apo oligark, apo kriminal, apo mediat blera, dhe që pak nga pak kjo po thyet, kjo kështje dhe shqiptarët po në një logjik madhështie personale. Edhe që s'kishte votues fare, se votues të keni juve. Këtë do një të bëni zhurmë me po si e për përmend këtë dhe s'pas këto. Ne na votojnë 800.000 veta, 800.000 veta. Në 11 maj, ju mburrët për 600.000, ne kemi 800.000. Ne po synojmë realisht një projekt i cili t'i rikthej mundësisht shqiptarëve një jetë më të mirë këtu, jo në emigracion. Me taksën e shesht 10%, pension minimal
përfshi minimumin etik 200 euro, rroga mesatare 1200 euro, pa futur problematikat e rimbursimit barnave, cila është një nga kalbeteja tona kryesore, ne do të bëjmë një revolucion tek rimbursimi i barnave, duke përfshirë Sali Berisha i ka përmendur me emër, Tom Doshin dhe Vilma Nushin për përfshirjen e tyre në sektorin e shëndetësisë. Pra do të ketë një ristrukturim të jashtëzakonshëm për sa i përket dhe mënyrës se si ilaçet e shqiptarëve u shërbehen në mënyrë që mos bëhemi si skandali onkologjiku. Pra unë për këtë them, është gjë e mirë. Ne po përpiqemi maksimalisht, kemi kaluar 12 vite në opozicë, kemi kaluar, besoj që Partia Demokratike si forcë, jo si individ, unë po kari për herë të parë. Kam bërë 3 mastera, kam punuar në privati, kam kaluar të gjitha. Pra, nuk kam çfarë t'i tregoj njerëzve. Qëndrestar... Të kishte futur në listë mbyllur të paktën të bënte deputet, mos të të lodhe kaq shumë. Pra, se do t'i çosh vota flamunotës. Punoj për Shqipërinë, punoj për këtë pasionin tim. Besoj që realisht më 11 maj, unë besoj që qytetarët shqiptar kanë mundësinë të thonë, hey, e di çfarë? Po hajde të votojmë mbase një politikë më ndryshe. Dhe unë besoj që kjo Shqipëri madhështore në fakt është për çfarë? Një votues madhështor. A do të kishte gjë më të bukur që mbas 33 vitesh tranzicion, më në fund shqiptarët brenda 24 orësh e bën Kosova të kishte rezultatin zgjedhor. A do të kishte gjë më të bukur që kryeministri i vendit kur arrestohet kryetari i bashkisë nuk shkon pushton bashkinë, po i thot Bashkia e Tiranës me njëherë në zgjedhje. Unë nuk vit pushtoj si pushtet ekzekutiv pushtetin vendor e decentralizuar, do thot zgjedh qytetarët. A do të ishte gjë më të bukur të kishte sot Bashkia e Tiranës zgjedhje sepse kryetari i bashkisë është arrestuar, se ne harrojmë këtë. U arrestu për 800.000 euro mbathje, ndërkohë që Ardit Gjoklaj, gjaku Ardit Gjoklajt, vazhdon të jetë ende i pa shpryer në sensin e drejtësisë që ne kërkonim. Dhe këtu bashkojmë dhe me Arlindin, patjetër, lëvizja bashkë, solo nuk po futem kësaj bisede, por Arlindi asokoj nuk ka qenë në lëvizje, ka qenë si aktivist, dhe unë si këshilltar bashkiak, i pari unë madje kam qenë, tek pu, ngritën problemin e Ardit Gjokrajt, pra ne themi ka një probleme të drejtësinë. Dhe për publiku që na ndjek, inceneratoret edhe sot janë pa fajtor, sepse është Edi Rama me këtë tjetër me këtë sekretarin e përgjithshëm që ishte në kryeministri. Ke parasysh? Pra, ne këtë po themi 11 maj, të japim realisht Shqipërisë, qytetarëve shqiptar të drejtën, privilegjin, detyrën tonë si të zgjedhur, që të jenë madhështor si votues, si taksapagues, si antar të sovranitetit, jo si nën punës shtypur, jo si militant të abuzuar, apo për të mund të ketë si publik i gënyer. Kaq them. Okej. Arlind, Një sekundë. spaku në 12... Po, ta shpërndajnë tani do, mos... Arlind, Arlindi, Jemi e po mos njëta ta... fytyrë me një qethje të re. E njëta fytyrë me një qethje të re. Pra, do të rinë, thjesht ju kanë retushuar pak qethjen. Dhe kjo s'ka lidhje me ne të dy, se ne të dy jemi pa flok, kështu që ne kemi problem me qethjen. Ne nuk kemi problem për qethjen. Po çka ka problemun? Jo. Ata që përfaqësojnë, ata që jeni ju, që tha dhe zonja, që do t'ju jepni votën atyre për të dalë në kuvendin e Shqipërisë. Ta janë thjesht një qethje e re, po me të njëjtat fytyrë. Unë nuk po me të njëjtat fytyre, për fytyrën tënde apo ti. Jo, se kam me fytyrën të, kam me fytyrën e atyre që keni. Se sot është mbrëmja e metaforave. Është metaforë e gjëse, që do të thotë, të tërë ato që ju përmendët, minimumin jetik, pensionet, këtë, njërën tjetrën. Ju e kishë ndorë zbët asgjë. Tashi do ta bëj po një person, do bëj po atë që se bëri asnjëherë. Nuk indeksuar pensionin, do të mirë kuptoja shumë. Do të mirë kuptoja shumë. Në qoftë PD-ja do thosh, shiko, pavarësisht faktit se me kë garojmë ne, ky zotëria këtu me 3 mastra do jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Ja dhash fjalën zotit Qorit. Do t'ju besoja dhe mund fillin një gjë të re. Tema ime preferuar. Jo, pyetja ishte e njëjtë, por që u bë pak më parë. Fati spakut në 12 maj. Ja një sekond, do dalë dhe spaku. Të doli pak kuq, batuta mos ka. Sa herë dëgjoj, më falni. Edhe ndo. Më falni. Sa herë dëgjoj fjalën. Për çfarë ndo? Po njëta fytyrë vjetër është. Sa herë dëgjoj fjalën pension ose pensionist, se kam shumë kohë që e studioj si çështje vet. Më ndezen këto dritat e vëmendjes dhe vërtet dua të them diçka. Është shumë interesant fakti që kur Lëvizja Bashkë protestonte për muaj tërë me pensionistët, për çështjen e pensioneve, dhe kërkonin diçka të thjeshtë, që pensioni minimal të ishte sa niveli minimumit jetik në Shqipëri. Dhe i llogaritur tamam nuk është 20.000 lekë, sa thonë të gjithë sot, po është 21.168 lekë. Aq duhet të jetë pensioni minimal, aq e kemi në program. Por kur ne protestonim me pensionistët, zoti Rama doli edhe tha, ky sudja me gjysmëlyke kishte për mua, thot, premton gjëra kot ose nuk arrin këto punë. E po mirë, ç'a ndodh? Ka një 2 javë tani që zoti Rama është bërë sud e vet sipas logjikës tij, sepse ka marrë këtë idenë tonë dhe thot, njëjtën gjë thot, pensionet do të jenë sa shpremtonte sudja me gjysmëlyke në nëntor të 2024-s. Për treguar që kur ke ide, edhe kundërshtarët e tu, vjen rasti edhe duhet ta kopjojnë idenë, edhe duhet si ai nxënësi pa përgatitur që e kopjon provimin e atij që është përgatitur më shumë,
por faktikisht nuk është se kuptuar asgjë. Tani dalim te Spaku. Në qoftë se mbas 11 majit, Sali Berisha dhe Edi Rama do të kenë numrin e mjaftueshëm deputetëve për të bërë ndryshimet ligjore, Spaku do të marrë fund. Praktikisht e kanë thënë. Sali Berisha ka thënë haptazi, do ta bëjmë. Edi Rama e ka thënë tërthorazi. Ka thënë që këta gjykatës dhe prokuror janë Sali Berishës, edhe i përmendi. Prokurorin që ngriti akuzën ndaj Erion Veliajt, gjykatësin që mori vendimin për masën e sigurisë. Këta dy tha janë Sali Berishës. Pastaj doli një i tretë që mori të njëjtin vendim. I bie dhe ai Sali Berishës. Do thotë çdo kush që këtu jep një vendim kundër deputetëve, ministrave, kryetarëve të bashkisë të Partisë Socialiste, inshallah, ndoshta edhe zotit Rama sa afërmi, automatikisht është i Sali Berishës. Që thot për Partinë Socialiste, Spaku është i mirë vetëm kur dënon ata të tjerë. Jo kur dënon përfaqësuesit ose heton përfaqësuesit e Partisë Pushtet. Prandaj do të them qytetarëve, qofse pas 11 majit, PS-ja dhe PD-ja do të kenë numrin e mjaftueshëm deputetëve, do ta shkatërrojnë reformën në drejtësi. Kjo është një arsye më shumë për të mos i votuar këto parti. Dhe sigurisht, unë uroj të votojnë Lëvizjen Bashkë. Okej. Kreshnik për ta mbyllur, se jemi në minutat e fundit. Për ta mbyllur, unë mendoj që pavarësisht numrit të votuesve, qoftë sikur ta marrë një parti, qoftë sikur të kenë konsensus Partia Socialiste me Partinë Demokratike, unë kam bindje që nuk do ta ndryshojnë dot kushtetutën. Thjesht kam bindje nga ana tjetër që do t'i vendosin kufizimin. Cili është kufizimi? Pra çfarë kanë dorë ata? Kërkesën që i kanë bërë Bashkimi Evropian për t'i zgjatur mandatin drejtuesve të prokurorisë speciale apo mandatin prokurorëve të prokurorisë speciale, ata nuk do ta bëjnë. Pra, ka një kërkesë tashmë të faktorit ndërkombëtar që mandatin e drejtuesit 3 vjeçar për ta zgjatur dhe mandatin 9 vjeçar të prokurorëve t'u jepet mundësia për të rikandiduar dhe për t'u rizgjedhur. Mendoj që këtë pavarësisht presionit ndërkombëtar, mendoj që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do kenë një konsensus dhe do bëhen blok por të mos ja bërë për një farë mënyre për t'u vendosur disa filtra dhe disa kufizime që mos jetë pushteti i prokurorisë speciale i pakufishëm. Unë mendoj, ndërsa politikisht mendoj që 12 maj për ata të cilët e kuptojnë politikën është prognoza për të kuptuar rezultatin e zgjedhjeve të 2029-s. Ata që e njohin politikën e din shumë mirë kush është fituesi dhe kush është rezultati i 11 maj. Të gjithë ne që e kuptojmë, jemi në pritje të 12 majit. Pra, nëse establishmenti politik do të ruaj pozitat e forta, ne do të parashikojmë edhe rezultatin e 2029-s. Nëse do të thyet establishmenti politik, atëherë zgjedhjet e 2029-s, pas 4 vjetësh do të jenë pa parashikueshme. Okay. Por mendoj që deri më sot jam disi pesimist. Është e vetmja fushatë elektorale e cila po ta shohësh është shumë e ftohtë, nuk ka kuriozitet dhe shumica e popullsisë di rezultat. Okej. Falenderoj Kreshnik, falenderoj edhe 4 të ftuarit e tjerë dhe ju uroj të gjithëve natën e mirë. Rishemi të anën tjetër.